Përshëndetje dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. E kemi fjalën për shenjën e Dashit, si gjithmonë ja ku jemi edhe për këtë javë, me muaj të ri, pret muaj i ri. Dhe ka përqyrë një muaj edhe me sfida, po dhe i bukur, po dhe të rysnues, po dhe me arritje për shenjën tuaj, kështu që mundoni ta shijoni sepse do ketë plot momente që duhet ta shijoni dhe sistemoni ato që kur të vi momenti duhet ti sistemoni. Si do që do flasim në mënyrë analitike për parashikimet e muajit, për momentin po ju lëm me parashikimet e javës. Tani numrat e mia, numrin tim se një kam të kontaktit e keni, për çfarë do gjë që do të keni nevojë përmes një analize personale, parashikimi personal, shumë mirë mund të më kontaktoni në 069 640 2290. Atëherë nisim me nesër dita. Nuk më bën çudi që po e shikoj këtë letër sepse i ka këto tipare me të drejtën java edhe në përgjithësi tash merr muaj i ri. Kemi një farë zhgënjimi për sa i përket marrëdhënieve, kemi një farë zhgënjimi për sa i përket një marrëdhënie të rëndësishme të jetës tuaj që prisnit që do të shkonte ndryshe dhe po shkon ndryshe. Të njëjtën gjë do ta shikoni dhe aty nga data 10, me thënë afër datës 10 të muajit, po parapriu një hën e re në shenjën e Gafores. Dhe sigurisht ju trysnoj, kemi analizuar atë hënë të re, thamë se çfarë do sillte, çfarë vështirësish mbarte me vete, finalizohet të datën 10, po aty dhe merren vendime të rëndësishme, por jeni brenda kësaj vorbulle, për sa i përket marrëdhënieve, për sa i përket zhgënjimeve ose pritshmërive që kishit dhe me sa duket nuk dalin ashtu siç duhet, ose në qoftë se ju duhet të merrni vendime të caktuara që e dini që s'do u pëlqejnë individëve të caktuar, atëherë ky është edhe momenti këtë për këtë gjë po flasim nesër dita, pra është ka të bëj me një marrëdhënie e cila merr një farë zhvillimi të caktuar. Për sa i përket ditës së martë, për çfarë do gjë kërkoni të arrini, për çfarë do gjë po luftoni, po përpiqeni, po mundoheni, jeni të duruar, do të mësoni të duroni. Edhe pak muaj thot këtu, që do të thot dita e martë ju vë përpara ose përballë me jo tamam vështirësi, po me përgjegjësi, me konkretisht realitetin se si është, në lidhje me punën, në lidhje me një objektivin tuaj që doni ta arrini, mund të jetë çfarë do gjë ky objektiv, që nga ndryshoj vendin e punës, që nga një bashkëtesë që mund ta nisni nëse dëshironi të bëni këtë gjë, që nga çfarë mund të jetë tjetër, që nga blerja një banese, që çfarë do gjë pra që doni ta arrini, me sa duket në çift, nëse keni një dëshirë për të arritur diçka, një konkluzion, diçka konkrete, atëherë çdo bisedë që do të bëni ditën e martë çon pikërisht këtu, në prit edhe kaq. Por që arrihet rezultati? Po, nëse do dini të jeni të duruar, do arrihet. Mos harroni që keni Saturnin në shenjën tuaj. Saturni nuk është vetëm limitacione, nuk është vetëm vështirësi, nuk është vetëm bllokesa, është edhe maturim, është edhe të mësuarit, është edhe të mbash përgjegjësi, është edhe të jesh i duruar. Kështu që jeni të duruar, më mira për ju po vjen. Kjo ka rëndësi. Përsa i përket ditës së Mërkur, sigurisht mund diskutoni çfarë do gjë ka lidhje dhe lidhet ngushtë me banesa, me shpërngulje, me çështje trashëgimish, me situata shëndetësore, pse jo, por ju që keni kaluar probleme me shëndetin, ju duhet të pushoni, e kuptoni dhe vetë këtë gjë, ju duhet të qetësoheni, paksa të merrni gjërat çik më qetësisht dhe për veten tuaj, por që po është një ditë që favorizon së tepërmi çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje familjare dhe zgjidhjen e tyre, ekonomiko-familjare dhe çështje që kanë lidhje me shpërngulje, me blerje, shitje të një banese ose shfrytëzim të një prone aktuale që keni. Përsa i përket ditës së Enjte, dita e Enjte është ditë pune. Jeni futur punës me kokë, ende po punoni për realizimin e një projekti shumë të rëndësishëm. Ju a thash që ditën e martë do prisni për gjëra të rëndësishme të jetës tuaj, ato që duan pritje do prisni sa të shikoni rezultatin, ama sido që të jetë, jeni në rrugën e dur. Pra dita e Enjte është ditë pune, është ditë që ulni kokën, punoni dhe zhvilloni atë të ardhmen tuaj ashtu sikurse doni ju ta zhvilloni, jeni në rrugën e dur sikurse po ju thosha, por rezultatet do vinë pak më vonë. Për sa i përket, domethënë do jeni të kënaqur me punën, nuk do keni angari faktin që do jeni në punë ditën e Enjte dhe po punoni për të arritur këtë rezultat ose këtë objektivin tuaj. Pra ju vjen me kënaqësi kjo gjë që po bëni. Tani për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e financave, është dita e stabilitetit, si do të thosh, është dita që do të keni dhe fitime,
nga puna juaj ose nga investimet që keni bërë. Nuk është momenti për të investuar, mos ta ngatrojmë gjë, nuk po them investoni, po them përfitoni nga investimet që mund të keni bërë më përpara, ose nga ndihma që mund të vinë, ose nga mënyra se si vetë e keni sistemuar, rregulluar buxhetin tuaj, ose mund të jetë dita që shumë e bukur mund të mendoni se duhet të ishni diçka më njan, ose keni arritur të ishni diçka më njan, dhe kjo gjë ju jep një farë sigurie për sa i përket të ardhmes. E vetmja gjë nga e cila duhet të keni kujdes është të mos bëni dhe ta maqarë shumë, dhe vërtet ta mbani lekun në xhep, dhe jo të bëni dhe të fiksuar apo të bëni makutor, si themi ne. Kështu që po, çështje financiare, ekonomiko-financiare dita e premtes janë dhe janë në favorin tuaj. Madje të zgjidhje ekonomiko-financiare le të themi, ose thjesht kuptoni se keni arritur një farë stabiliteti, nuk keni keq, ama mos u fiksoni pas kësaj gjëje. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë e cila ose në të cilën ju që e keni ndarë mendjen se doni të vazhdoni jetën tuaj me një person të caktuar, atëherë ja ku ju vjen propozimi ose fjalët që do ju thoni janë të pastra dhe premtimet janë të vërteta. Dhe kjo që do zgjasë jashtë masë shumë në kohë, mos u themi që kjo është lidhja e jetës tuaj, ajo çka prisnit të vinte në jetën tuaj, dhe do e kuptoni me vepra këtë gjë, do jetë më se e qartë. Për çfarëdo gjë ka të bëjë pra me marrëdhënie, si në çift dhe marrëdhënie në bashkëpunime, në marrëdhënie në përgjithësi me njerëz që ju rrethojnë, me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, pra me çfarëdo gjëje është ajo çka themi ndjenja e vërtet, ja ku e kemi ditën e shtunë dhe sjell gjërat më të mira. Fjalët që do të thuhen janë të vërteta dhe premtimet që thuhen asaj dite mbahen. Për sa i përket ditës së diel, juve që keni dyshime, se shikoj jeni të ndarë, nuk do ta diskutoj më këtë pjesë, pse kështu dhe pse ashtu, jeni të ndarë në kategori secili ka energjinë e vet dhe unë atë energji kam. Tani për të gjithë ju dhe prandaj e cilësoj, për të gjithë ju që jeni në dyshim në lidhje me një individ që keni jetën tuaj, në lidhje me një marrëdhënie tuaj, në lidhje me një situatë të krijuar në jetën tuaj, se ku jam, ku po shkoj, pse më duket sikur ka diçka këtu që nuk shkon, atëherë keni parasysh dita e diel ju jep mundësinë të konkretisht sikur se po e them, përmes atyre gjërave që mësoni apo zbuloni, qoftë për veten tuaj apo për persona të përfshirë në jetën tuaj, të mbyllni një derë dhe të hapni një derë tjetër. Pra, mbyllni një kapitull për të hapur një kapitull të ri. Sigurisht nuk vjen kollaj, sepse varet se çfarë do zbuloni pas asaj dere, por që çfarëdo gjë që zbuloni ju jep mundësinë, ju jep stimulin, ju jep forcën që të vazhdoni përpara. Pra fillon një jetë e re për ju, por jo me kollajllëk, si të thuash. Pse? Sepse mbaron një gjë, po fillon një gjë tjetër direkt në poll të njëjtin moment. Dhe le të themi edhe tjetrën që nëse keni pas probleme të caktuara në fusha të caktuara, edhe zgjidhja vjen. Mbase nuk do jetë lehtë, por zgjidhja arrihet. Përshëndetje, shenje demit, një të shenjat më të ndërlikuara për momentin. Nëse përsa i përket datës së sotme ju kanë folur, do vazhdojnë situatat të vështirësohen dhe pak më tepër, aty nga data 4 korik, ju thash që vjen diçka që ju trondit goxha në jetën tuaj, por që s'do të jetë asnjë gjë nuk është vetëm për keq. Çdo gjë është për mirë dhe unë nuk do rresht së thoni kësaj gjëje. Çdo gjë e vështirë që vjen në jetën tona vjen vetëm për më mirë. Varet nga këndvështrimi i secilit, nga forca që secili ka për ta përballuar dhe nga të pranuarit të asaj çka është realisht realiteti. Tani, kështu pra vinë gjërat avash ka për të qenë një muaj intens, nuk mund ta quaj të lehtë. Ka të ullit e ngritet e veta, ka mundësi për rishqyrtime, analiza me radhë. Do i flasim këto të gjitha për të vi parashikimi i muajit. Ju për çfarëdo gjëje doni të dini rreth vetes tuaj, planeve që keni apo një situatë që doni të shkoni si do vej, shumë mirë mund të më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 620 2290 duke rezervuar takimin tuaj. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ja ku jemi proces komunikimi, të menduarit, të kujdesurit për gjërat, për situata, do me thënë shumë të kujdesur do të jeni ditën e hënë, me çfarëdo gjë ju rrethon, dhe me persona, dhe me situata, dhe me probleme që ndoshta ka nevojë për zgjidhjen tuaj, do të nuk ta keni problem, të angazhoheni me çfarëdo çështje deri përpara dhe të gjeni zgjidhjen e duhur. Besomuni ato fjalë që do thoni nesër, mënyra se si do flisni, mënyra se si do pozicionoheni, përcaktoni të ardhmen tuaj. Është kaq e rëndësishme. Do të thënë zgjidhni nesër fjalët me kujdes, dhe sidomos për të mbrojtur interesat tuaja, dhe them se objektivi arrihet shumë kollaj. Do thënë besim total në vetvete dhe ato çka thoni dhe çdo gjë arrihet. Përsa i përket ditës së martë tani, mundoni të mos jeni të nxituar, mundoni të keni durim. Suksesi arrihet, as i bëhet fjalë që arrihet suksesi, por jo të nxituar, jo më tepër optimist apo entuziast nga ç'duhet. Mundoni të jeni
me këmbë në tokë, mundon të mos merrni flak me njerë dhe zjarr me njerë, shikojini mirë, çekojini mirë situatat edhe duket se çdo gjë shkon mirë. Libidoja juaj do jetë në maksimum, domethënë do keni shumë tërheqës, shumë pasionat, do ketë dashuria është në maksimumin e vet, favorizojnë njëjët e reja, mund të arrini të rrishni vëmendjen e personit që ju intereson dhe të arrini objektivat tuaja as që bëhet fjalë, dhe kjo gjë është e mundshme, sidomos për sa i përket çështjeve ligjore, për sa i përket çështjeve studimore, për sa i përket çfarëdo gjë lidhet me jashtëtetit apo me zhvillimin tuaj si individ. Unë them se ja dini mirë, vetëm kujdes pak me nxitimin, okay? Kjo është ideja. Mundoni të jeni larg pamës dhe mundoni që të tregojeni mendje hapur në situata të caktuara. Pra, më mirë se kaq nuk di çfarë të them. Për sa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur njësoj si ditën e martë, dhe me sa duket jemi në këtë lloj procesi dhe ditën e mërkur. Ju fola për jashtëtetit, ju fola për çështje situata që u lidhin me jashtëtetit, me zhvillimin tuaj që ndoshta lidhet me jashtëtetit, ose thjesht me zhvillimin tuaj personal, sikur se thash, intelektual dhe profesional. Këtu po nis një rrugëtim i ri, një eksperiencë e re për ju, lidhet edhe me aspektin financiar, nëse jeni tregtar, nëse punoni në botën e turizmit, duket se këtu do keni zhvillime shumë të rëndësishme, tregtia, turizmi, komunikimi me jashtë, çfarëdo biznesi apo shtrirje që doni të bëni ju diku jashtë shtetit apo financim që doni të merrni nga persona që ndodhen jashtë, duket se ju favorizojnë jashtë mase shumë. Gjithashtu favorizojnë udhëtimet e largëta. Për këto gjëra duket se punoni, përpiqeni ditën e mërkur, ose këto janë sa thua tiparet e kësaj dite, por vijnë të gjitha me realizime të bukura. Por sapo ka nisur, është diçka që sapo ka nisur dhe do dali për shumë mirë, domethënë keni thjesht besim. Sa do i vështirë të duket në fillim, besoni çdo gjë do shkojë shumë mirë. Tani për sa i përket ditës së ejte, dita e ejte për ju që jeni femra, sjell një eksperiencë shumë të vyer me vete, por pas një zhgënjimi të madh që mund të keni marrë, domethënë si thuash zhgënjimi të madh që mund të keni marrë në lidhje me një femër tjetër që duket se po bën pengesë në realizimet tuaja ose në arritjen e suksesit tuaj, pra ju lidh puna ditën e ejnëte, si meshkujt jeni dhe femrat jeni, me një femër më shumë prepotente, me më shumë eksperiencë, që e di se ku qëndron, por që është edhe pak arrogante nga natyra e vet, kështu që bëni kujdes. Ju femrat me ndonjë vjerë, me ndonjë eprore, me ndonjë kunat, me ndonjë, nuk e di, rivale nëse keni në jetën tuaj personale, ju qeni meshkuj, kujdes, të është një femër cilën nuk e vini dot në udut si doni ju, sepse ka shumë eksperiencë bishopet e saj dhe ju vënë rrej katrore. Kështu që bëni kujdes. Dhe kujdes mos përfshini mamin, motrën apo ndonjë femër tjetër që keni jetën tuaj në një marrëdhënie ekzistuese, sepse do i bëni gjëra të lëmshme gjëna. Është shumë gjëna. Megjithatë, s'mund ta përjashtoj edhe çfarë ka secili në jetën e vet. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte kuptoni një pjesë e mirë e juaj se ka momenti të ecni përpara, sidomos përsa i përket atyre marrëdhënieve, atyre lidhjeve, atyre situatave kundrejt të cilave nuk keni çfarë të bëni më, çfarë të ofroni më, u ka ikur koha, ka mbaruar afati për to, dhe thjesht ka momenti që të vazhdoni përpara dhe gjithçka tjetër të mbetet pas. Kështu që nëse dikush nuk është më i disponueshëm për ju, nuk do të çani shumë kokën, do të thoni pa i mirupafshim, do kushtova rëndësi sa deshe, nuk ka mund më kohë tani. Kjo është situata e ditës së premte pra. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë shumë e bukur që sjell realizime ëndrash, sjell një frymëzim shumë të bukur, sjell një ëndër që ndoshta kthehet në realitet, sjell intuit shumë të fortë që ju ndihmon të kapni, të sinjalizoni frekuenca të cilat besomoni ju çojnë në realizime të mëdha, sepse fundja që të realizojë diçka duhet të kapësh frekuencën e dur. Me sa duket juve këtu e kapni dhe një ndër kthehet në realitet. Lajmet janë të mira ato që merrni, problemet që ose i keni pasur zgjidhen, dhe zgjidhen kështu në mënyrë të çuditshme, rastësore po bukur. Kështu që vjen bukur dita e shtunë. Përsa i përket ditës së diel, kuptoni shumë qartë që jeta juaj ka ndryshuar, po ndryshon akoma, nuk mund të qëndroni më në situata që nuk ju shkojnë, sikur se thash, nuk janë më për ju. Shumë prej jush e keni marrë këtë lloj vendimi, keni vazhduar, keni ecur me jetën tuaj dhe aty ku po shkoni, duket se po stabilizoheni. Por ju të tjerët që akoma se keni marrë vendimin, po jeni në këto ujëra, atëherë ju pret po e njëjta gjë, stabilitet. Ajo çka keni kërkuar gjithmonë të keni. Pse? Sepse këtu ku kishit ngecur dhe nuk ishte më asnjë lloj zhvillimi, qoftë në një marrëdhënie, në një punë, në çfarëdo gjë ka qenë ajo, dhe duke lëvizur, duke marrë iniciativën për të lëvizur, duket se arrini atje ku gjithmonë keni dashur të jeni. Pra arrini stabilitetin.
Përshëndetje shenje binjakëve dhe ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle. Javë e re kjo, me muaj të ri, pasur me muaj të ri sigurisht. Një muaj shumë i rëndësishëm për ju dhe për faktin se Afrodit do ta kenë në shenjën tuaj, por edhe për faktin se brenda këtij muaji Urani kalon dhe ai në shenjën tuaj. Kështu që merrni një goxha vrull, le të themi, një goxha zhvillim ose një zhvillim mendor më tepër, një zdërvjellësi mendore, jo se nuk e keni, por do shtohet edhe më shumë. Kështu që le të themi gjëra të bukura vijnë, gjëra interesante, pak të komplikuara disa herë, por që në përgjithësi mirë. Por do flasim për këto analitikisht kur vi momenti i parashikimeve të muajit, domethënë shumë shpejt, sot nesër pas nesër të shohim. Përsa i përket tani, çfarë do gjë që e keni me dilemë, çfarë do gjë do ndihni si të shkojë, apo si ju shkon, apo me radhë këto gjëra. I dini vet, më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Atëherë po flisnim për ditën e hënë, dhe dita e hënë ju vjen me zhvillime shumë të bukura për sa i përket arritjeve tuaja, sidomos për sa i përket karrierës, për sa i përket punës, por edhe për sa i përket imazhit tuaj publik, juve që jeni në media, juve që jeni nuk e di pjesë një auditori, ju që jeni, domethënë para publikut, dhe këtu flasim për imazhin publik. Përsa i përket punës, karrierës, duket se kemi një zhvillim që ju favorizon, kemi ndoshta një ngritje në detyrë ose një premtim për ngritje në detyrë, ose thuash të gjitha ato përpjekjet tuaja për zhvillim, për sukses, duket se arjen më në fund. Pra, po këtu po flasim për goxha gjëra të bukura që ndikojnë mirë dhe në imazhin tuaj, por edhe në zhvillimin tuaj profesional edhe intelektual edhe jo vetëm. Pra në përgjithësi le të themi që çdo gjë po shkon mirë ditën e hënë dhe arrin qëllimet tuaja. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë që shumë prej jush mund të zgjidhni ose mund ta preferoni për t'u shpërngulur me banesë ose për të filluar një bashkëtesë, kështu që shumë bukur javë dita e martë, do t'i pare ka. Bukur do ishte, nuk do ishte keq. Përsa i përket ditës së mërkur, juve që jeni ende në vështirësi me jetën tuaj, sepse u zhgënjyet nga një person, nuk ju ecin dashuri siç duhej, humbët vendin e punës, mund të keni humbur një personin tuaj të dashur, pra është larguar nga jeta, dhe në përgjithësi jeta ju ka ardhur pak vështirë. Këto janë momentet tuaja të fundit të vështirësive, avash po çele drita jeshile, dhe më tepër në plan psikologjik do ta ndjeni këtë lloj rëndëse ditën e mërkur, ama avash çdo gjë duket se po ndryshon. Por ju keni kaluar një farë depresioni, vështirësie të tillë, avash gjërat po ndryshojnë, avash po gjeni përsëri dëshirën për të jetuar dhe për të vazhduar me jetën tuaj. Nëse keni pas humbje të mëdha ekonomiko-financiare, atëherë duket se përsëri do rimëkëmbemi. Nëse keni pas probleme me shëndetin, atëherë po shërohemi. Kështu që e bukur dita e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte tani, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte sjell lajme shumë të rëndësishme nga salla gjyqesh ose nga administrata, nga zyrat të rëndësishme, domethënë, kështu që o thirreni nga gjykata ose merr fund një çështje që kishte ndoshta dhe ishte zvarritur prej kohësh dhe ju komunikohet vendimi që me sa duket edhe ju favorizon. Ju që keni bërë gabime pastaj, edhe mund ta apësoni, por më tepër lidhet me zgjidhje kjo sesa me probleme. Kjo dita e enjte. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që duket sikur keni ngecur, duket sikur objektivat tuaja nuk po arrihen, doni të sillni ndryshim në jetën tuaj, por duket sikur ky ndryshim nuk po vjen, pra thjesht keni ngecur. Por pse keni ngecur? Sepse duhet të reflektoni mbi ato çka nuk u arritën dhe pse nuk u arritën. Dhe ka ardhur momenti të ristrukturoheni dhe të riorganizoheni, ta rinisni diçka nga e para. Vërtet mund të keni pas një humbje të caktuar ose jeni detyruar të hiqni dorë nga diçka, por kjo nuk do të thotë që nuk mund ta nisni të ardhmen tuaj në një mënyrë tjetër, në një
në mënyrë ndryshe. Dhe ndoshta gjithë ato vështirësi që kanë ardhur, do kuptoni se kanë ardhur pikërisht për këtë arsye që ju ti mendoni gjëra ndryshe dhe ti arrini ndryshe. Kështu që kuptoni që asgjë nuk ka humbur ditën e premte, nuk ka rëndësi se çfarë disfate po përjetoni, apo çfarë humbje po përjetoni, apo çfarë zhgënjimi po kaloni. Rëndësi ka që këtu mund të fillojë çdo gjë nga e parë dhe çdo gjë mund të kthehet edhe më mirë akoma. Kuptoni se pikë së pari është proces mendor, është blokesë mendore. Dhe kur ta kuptoni se sa e palimitueshme është, sa i palimitueshëm është turi i njeriu, atëherë do kuptoni se sa të pafundme janë mundësitë e realizimit për ju. Tani, një bisedë që ka ngecur diku dhe nuk ka marrë atë trajtën që keni dashur ju ose nuk ka arritur konkluzionin që doni ju, mund të rishqyrtohet dhe mund ta bëni ndryshe me terma të tjerë dhe të arrihet ajo që normalisht kërkoni të arrini. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë sjell lajme shumë të rëndësishme, sidomos për sa i përket punës dhe çështjeve që u lidhin me karrierën tuaj. Jeni ju iniciatorët e çfarëdo situate që vjen ditën e shtunë, në qoftë se po niseni për një propozim, sidomos për sa i përket dashurisë, atëherë uroj ta keni ndarë mirë mendjen. Ju që jeni femra, ky personi që po prisni të merrni këtë vendimi, duket se e merr dhe vjen dhe ju komunikon, sidomos nëse ky është një person me cilin kishni fare distance midis. Në përgjithësi për çështje pune, për çështje personale, duket se lajmet janë shumë të mira, shumë pozitive dhe mund të takoni persona që keni kopa i parë në përgjithësi. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel bëni shumë kujdes dhe mbroni interesat tuaja nga individë të cilët janë mashtruesa, janë egoista, janë cinikër, janë arrogant, janë persona të cilët përdorin suksesin tuaj për të ngritur vetë dhe në karrierë dhe në jetë në përgjithësi. Mundoni këtyre individëve të merrni në kthes, qëndrojnë shumë afër jush, mund të jenë në rrethin tuaj shoqëror, mund të keni dhe brenda familjes tuaj, nuk e përjashtoj këtë gjë. Kështu që kujdes ditën e diel nga mashtrimet, gënjeshtrat dhe dredhit e personave të caktuar. Në përgjithësi ama gjërat ecin mirë edhe për ju. Përshëndetje, shenjë e bukur dhe dashur e Gafores, shumë e dashur e Gafores do thoshim, për pjesën më të madhe të Gafores. Çfarë t'ju them? Kjo është javë e re, kjo që do analizojmë, nis një muaj i ri, interesant edhe për ju, kulmohet me situatat që nisën në datën 25 me hënën e re në shenjën tuaj, aty në datën 10 me hënën e plot në shenjën e britsjapit, ku çdo gjë nisi përfundon aty dhe përfundon përfundimisht. Tani, për faktin që kemi ato dy planetë rëndësishëm nga shenja e dashit që ju trysnojnë pak në karrierë, në martesë, në status në përgjithësi, i merrni gjërat me kollaj, merrni gjërat me qetësi, mundohuni të shikoni se çfarë do bëni me financat deri në datën 12, deri nga mezi i muajit, të paktën që do e kemi dhe Merkurin në lëvizje të drejtë, sepse pastaj na kthehet retrograd, dhe aty nga fundi i muajit pastaj duket se do përfitoni edhe me dashurinë dhe me financat do jetë një çik më mirë, duke qenë se afër ditët do kalojnë në shenjën tuaj. Kto pak a shumë, se çfarë ti paresh ka muaj në vija të përgjithshme, dhe favorizon dhe trysnon, por gjithmonë rezultati arrihet. Do flasim për këto në mënyrë analitike kur të vi momenti për muajin dhe analizën e vet. Ju për çfarëdo gjë po ndodh në jetën tuaj, nëse keni dyshime, do të dini se si do shkojnë gjërat, mund të më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290 duke rezervuar takimin tuaj. Atëherë, për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë është një ditë që energjia femërore është çik në ngecje sipër. Do të ndjeni pak të ngecur në financa, ose do të dëgjoni fjalë që nuk ju përshtaten për imazhin tuaj, ose mund të gaboni dhe të thoni si arrita mund të gaboja kështu, si nuk ja fal vetes. Domethënë, është një moment jo fort pozitiv, ose është një ditë jo fort pozitive për sa i përket çështjeve personale, sidomos për femrat që janë të martuara, jeni nëna dhe ekonomiko-financiare, domethënë këtu do kujdes për sa i përket këtyre dy çështjeve. Mundoni të mos përdosni imazhin tuaj, mundoni të mos vendosni emrin tuaj në gojë të individëve të cilët nuk ua duan të mirën, mundoni të orientoheni përsëri, kujdes shpenzimet dhe të kaloj dhe kjo ditë dhe mbase gjërat do shkojnë edhe më mirë, sigurisht do shkojnë edhe më mirë. Për sa i përket tani ditës së martë, dita e martë jemi po në të njëjtën situatë, domethënë duket se diçka po e bëni të trysnuar ose po e bëni pa menduar mirë, dhe sidomos për sa i përket dhe financave, po dhe për sa i përket punës tuaj dhe për sa i përket veprimeve tuaja, nuk janë të matura ashtu siç duhet. Domethënë po tregojeni paksa më
optimist nga ç'duhet ose po zgjeroheni pak më shumë, po përhapeni, të thuash, pak më shumë nga që mundeni, jeni të paduruar dhe doni gjërat t'i arrini shpejt e shpejt. Megjithatë mund të arrini rezultatin e kundërt, ndaj bëni kujdes shumë edhe për sa i përket ditës së hënë, po edhe për sa i përket ditës së martë, në lidhje me ambiciat tuaja, me kërkesat tuaja, me punën tuaj, me lëvizjet tuaja, jo vetëm mund të dëmtoni imazhin tuaj, por mund të arrini deri në humbje të mëdha ekonomiko-financiare, ndaj bëni shumë kujdes. Pra, nëse keni ide të qarta, atëre, por them se, nuk e di, ju shikoj dhe të nxituar për të arritur konkluzione dhe rezultate, kështu që edhe mund të gaboni, kështu që me kujdes. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë që sjell probleme në vija të përgjithshme, është një ditë e para një që ndryshe nis dhe ndryshe përfundon, domethënë nis me një ndjesi paqartësie, me një ndjesi konfuzioni, me një ndjesi ankthi, për sa i përket shumë gjërave në jetën tuaj, për sa i përket një marrëdhënie në cilën ndodheni, për sa i përket të ardhmes, financave në vija të përgjithshme, pozicionin tuaj të punës, statusin tuaj, kështu që mund të ketë të bëjë me vonesa, bllokesa, mesazhesh, transaksionesh, arritjes të një qëllimi të caktuar, të një pretendimi që ishte bërë por mbasi ndoshta nuk do mbahet, të një situate që doni ta vini përpara, por që duket se po ngec. Sido që jetë e përkohshme, çfarëdo problemi do dalë ditën e mërkurë, ashtu sikur se vjen, ashtu edhe zhduket. Por ju do kuptoni se në jetë nuk mund nuk mund të mbështeteni thjesht tek fati, duhet të krijoni bazën që edhe kur vijnë situata të tilla të mund të përgjigjeni në lartësinë e duhur dhe të mos keni frikë, domethënë nga gjërat e vogla për humbje të mëdha. Kjo është ideja. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është një ditë shumë e bukur përsa i përket financave, me sa duket ju financon dikush. Ke nevojë për një financues në punën tuaj, për të ecur përpara biznesi juaj apo një investim që doni të bëni, ja ku e keni. Ke nevojë thjesht për ndihmë ekonomiko-financiare, ja ku e keni. Ke nevojë për një paradhënie, ja ku e keni. Kështu që në përgjithësi financat duket se janë mirë sepse ju vin ndihmë. Ajo ndihmë për të cilën kishit edhe nevojë. Kjo ishte pra edhe e enjtja. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë shumë e bukur përsa i përket komunikimit, dhe sidomos përsa i përket komunikimit në çift. Këtu keni mundësi të gjeni zgjidhje, keni mundësi të arrini një farë kompromisi, keni mundësi të ajni pas të kaluar dhe të vazhdoni përpara duke u përpjekur që gjërat i bëni të funksionojnë tek në vazhdim. Pra për një marrëdhënie që ka pas problemet e veta, keni mundësi përmes bisedës, përmes debatit konstruktiv të arrini edhe një farë stabiliteti, ose ta çoni gjërat atje ku duhet, ta përmirësoni pra situatën. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë jep mundësinë që çfarëdo gjëje ka ngecur në jetën tuaj, qoftë nga imazhi i një personi në jetën tuaj, por që nuk mund të kthehet në jetën tuaj, ka mbaruar me të, qoftë nga një problem që e kishit edhe thjesht ka mbetur ndjesia e keqe, qoftë nga një çështje shëndetësore që e keni, ose çështje me financa, ose çfarëdo gjë qoftë, ta hiqni qafë dhe ato pak gjë që ka mbetur dhe më në fund të shpëtoni. Pra i vini fund gjërave që nuk kanë më kuptim të jenë në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së diel, gjithashtu favorizohet komunikimi, bisedat përsa i përket punës, çështjeve të punës dhe të karrierës, por ama ju lutem shumë gjitha këto prapa kujtave. Do të thotë që asgjë nuk e bëni publike. Mbroni interesat tuaja nga këto e kureshtarëve, do të kuptoni që janë individ të caktuar duke ju vëzhguar, duke sikur po investigojnë jetën tuaj dhe marrëdhëniet tuaja. Kujdes nga marrëdhëniet e 2 fishta do 3 fishta, sepse do merren vesh dhe pastaj ai ta mblidhi më, se mblidhi dot më gjën. Por për ju fatlumët, për ju që jeni vetëm dhe po kërkoni personin e jetës tuaj, duket se kjo gjë arrihet ditën e diel. Gjithashtu çfarëdo gjë mund të ketë të bëjë me transaksione, me financa, me marrjen e një kredie, me çështje domethënë që kanë lidhje me financat ose zgjidhjen e një problemi përmes domethënë financave gjithmonë ose për financat, duket se arrihet kjo zgjidhje ditën e diel. Përshëndetje shenjë Luani, dhe mirë se më vini këtu në Zodiac Oracle edhe një herë si një herë, edhe këtë javë për të parë çfarë na pret dhe çfarë ju pret në përgjithësi. Kemi dhe muajin e ri avash, një muaj i cili nuk ka për t'ju lënë të mërziteni, të lodheni, ta kaloni kot, sepse vera për ju fillon pikërisht
në brenda në korrik domethënë, dhe sidomos përsa i përket dashurisë, po dhe përsa i përket jetës në përgjithësi, keni momente që do kënaqeni vërtet shumë. Tani për gjithë juve që duhet të arrini një farë konkluzioni, të mbyllni një farë çështje që duhet mbyllur, të mbaroni me persona që duhet ta mbaroni, atë çka duhet të përfundoj, ose për të marrë vendime të rëndësishme, nuk e evitojmë dot, kjo gjë do ndodhi. Afër datës 4 kemi një situatë, dhe ua thash, sot data 29 mund të keni kaluar përsëri trysni ju të 10 ditësh të parë, aty nga data 4 ju të 10 ditësh të fundit keni vështirësitë gjithashtu për të kaluar. Janë të papritura situata dhe gjëra që ndodhin datën 4, mundoni të ruani qetësinë, kujdes financave, kujdes dashurinë, zemrën, mbroni zemrën pikë së pari, por që nejse do i flasim këto në mënyrë analitike. Megjithatë, për çfarëdo lloj gjëje që mund të keni shqetësuese në jetën tuaj apo kërkoni një përgjigje, shumë mirë, mund të më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe të merrni përgjigjet që kërkoni. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë, po pra ja ku e tham, duket se do luftoni me forcë të egzageruar për të arritur një objektiv që normalisht ka lidhje me karrierën tuaj ose me statusin tuaj ose me një çështje që lidhet me shtetin, pra është drejt për së drejtë lidhur me shtetin, me autoritetet e shtetit, me një figurë atërore, pse jo, me një prorin tuaj, po me sa duket kjo gjë nuk aprovohet, nuk ecën, nuk shkon ashtu sikurse kërkonit juve që të shkonte. Kujdes me abuzimin e postit që ju është dhënë për të drejtuar, ose nëse po vini re që dikush po abuzon me postin që është dhënë, ju mund të pozicionoheni, por nuk e di se sa mirë ka për t'ju dalë kjo gjë. Sidoqë që të jetë në vija të përgjithshme, themi nuk merren vendime të rëndësishme ditën e hënë, mundohemi gjërat i marrim qetësisht, kemi kujdes nga nervozizmi dhe nga carimi dhe nga arroganca. Dhe bëjmë kujdes me postin e punës, bëjmë kujdes se silemi me njerëz të vërdallnesh, bëjmë kujdes me vendime që marrim sikurse e thash, sepse edhe mund të gabojmë, edhe është çik i vështirë të mbritet pastaj gabimi, por që me një epror që është çik dhe me një çështje prindërimi, prindi do me thonë që ndoshta nuk është shumë dakord me gjërat që po bëni ju aktualisht, nuk e keni mbështetjen e tij, do i keni këto probleme. Tani, për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e ideve, është dita e krijimtarisë, është dita e fjalëve të vërteta, është dita që çfarëdo lloj thuhet ka vërtetësinë e vet, synon tek e vërteta, pret ndonjëherë, pret çik keq, po që e vërteta gjithmonë të dhëmb apo jo, ama është edhe dita e purifikimit, është edhe dita e siç tash të thëni të vërtetave, të pranuarit të vërtetave për atë çka janë, duke se do jeni më të drejtë për drejtë nga ç'duhet ditën e martë, ose çfarëdo lloj gjëje që do të dëgjoni do jetë një vërtetësi e plot. Luftoni për të drejtat tuaja, përdorni dialogun, përdorni intelektin për të arritur atje ku duhet të arrini, dhe them se çdo gjë arrihet me kolla e lëk. Po që në përgjithësi le të themi është një ditë që sqarimet i do të prera, do me thonë çfarëdo lloj gjë do thuhet, çfarëdo gjë do diskutohet, do të jetë edhe e matur mirë dhe e prerë ashtu sikurse duhet, pra nuk do ketë nevojë më për shqyrtim apo për dalë shujt edhe një herë, është e prerë. Është fjala e prerë, ditën e martë. Arrihet konkluzion, arrihet rezultat, po, sigurisht që arrihet nëse vërtet thuhet për atë çka është dhe mbrohet për atë çka është. Tani, për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e mesazheve nga kush, nga persona që janë larguar nga jeta juaj dhe me sa duket e rikthehen. Dhe nuk është fare çudi kjo. Besoni kur ju them, në pjesën e dytë të muajit sidomos, do të keni plot rikthime nga e kaluara, sidomos ju të shenjës së luanit, por edhe ju të shenjës së, do të flasim pastaj më vonë për shenjën tjetër. Sidoqë që të jetë këtu dikush ishte larguar, duket se ju komunikon përsëri ose gjasat janë që të jetë duke ushtruar rruga për një rikomunikim, rikthim, ribashkim, është tjetër gjë. Nuk di të them deri atje, por që një rishqyrtim, diçkaje, duket se po luan, është në ajër. Tani është si tendencë për të realizuar. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku ndjeni shumë të plotësuar në jetën tuaj, pjesa më mirë prej jush, shumë prej jush mund jeni stabilizuar në një vend të ri pune, shumë prej jush mund jeni stabilizuar në një marrëdhënie të re që duket se shumë premtuese, shumë prej jush thjesht do ndjeni shumë mirë me veten tuaj dhe arritjet tuaja deri më tani. Çfarëdo lloj ide që do keni apo çfarëdo lloj ide do të komunikoni me të tjerët gjatë ditës së enjte, duket se sjell një stabilitet të ri në jetën tuaj dhe për të gjithë juve që keni pas probleme me ekonomi, financa, por edhe me zemrën tuaj, por edhe me shëndetin tuaj, duket se këtu gjenden zgjidhje dhe janë permanente, janë afatgjata dhe të përhershme, do thosha. Kështu që
Është gjithashtu ditë shumë e bukur reflektimi mbi situatave që po ndodhin në jetën tuaj aktualisht, por për të cilat ju me sa duket ndjeni goxha krenar dhe ndjeni mirë, të paktën për zgjedhjet që keni bërë. Kështu e mendoni të paktën. Por kam përshtypjen se ashtu edhe duhet të jetë. Dhe shumë prej jush kuptoni se vërtet kaluat shumë vështirësi, por tani vjen momenti për tu qetësuar. A ka vërtet momenti për qetësuar? Ka gjasa që po. Ka gjasa që po. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita e suksesit të madh, por është sukses shumë i madh që ju prek edhe juve që jeni, sidomos juve që jeni para ekraneve, juve që jeni në botën e mediave, të spektaklit, të artit, juve që jeni CEO, jeni një board të caktuar, drejtues, ekzekutiv, në përgjithësi ju prek një sukses shumë i madh për sa i përket karrierës, por edhe për sa i përket jetës personale. Shumë prej jush mund të martohen, shumë prej jush mund të shpallin një fejesë, apo të nisin një bashkëjetesë, sido që të jetë sukses shumë i madh, i cili do vazhdojë edhe për një kohë shumë të gjatë, me thënë të drejtën. Tani përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e dita e premte, dita e shtunë është dita e suksesit. Ju themi bravo, lart e më lart, ja dole. Pra, është arjet finalizohet ajo gjë që kërkoje të finalizoje me pak fjalë, dhe përsa i përket ditës së diel, ju thash që është në ajër një tendencë për rikthim apo jo. Dhe ka shumë gjasa që një farë mesazhi, një farë diskutimi ose një farë analizë të situatës të asaj çka ndodhi dhe të thëni të gjërave për atë sikur se janë dhe ku ndodheni aktualisht, dhe gjithë kjo situatë rrjet ditën e diel. Pra do keni mundësi të takoni një person ose përmes mesazheve të komunikoni me të dhe të sqaroheni, sepse është pjesë sqarimi. Është një ditë shumë e bukur për sa i përket jurnalizmit, sikur se themi, mbaj shënim arritjet e mia deri tani dhe shikoj se ku kam arritur dhe pjesa më e madhe për ju do kënaqeni nga arritjet tuaja. Dhe është një ditë shumë e bukur dhe për sa i përket mesazhet që merrni në lidhje me studimet tuaja, duket se ja keni dalë shumë mirë. Po që në aspekt personal duket se në lidhje me një person që u largua nga jeta juaj dhe do të dini përse, duket se përse ne merrin tani, por nuk di të them nëse do ju pëlqejë arsyeja pse. Sepse lidhet me një farë sekreti, me një farë gjë që mbase nuk do ju pëlqejë ashtu sikur se vjen. Përshëndetje, shenjë metodike, praktike, çfarë të them tani, e vigjëreshës, sterile e vigjëreshës. Javë e re, kismet i ri, po dhe muaj i ri, një muaj i cili edhe do të rysnoj, edhe do vështirësoj, marsi mos harrojmë është ende në shenjën tuaj, nuk e di se po e kaloni, sjell marsi dhe acarim dhe frustrim dhe ndryshon situata si do qefi, po dhe urani do kaloj në shenjën e binjakëve në datën 7, kështu që nisin ato gjëra dhe bëhen çikoklaviten me njëra tjetrën, të tjera gjëra kërkoni ju, të tjera gjëra dalin, por gjithmonë le të themi, le të mendojmë dhe të shpresojmë se gjërat ecin gjithmonë për më mirë dhe jo për më keq. Afër dita pastaj afër dita do ketë kohë të vi tek ju, dhe nuk është se le të themi thjesht që për sa kohë do jetë në shenjën e binjakëve, nuk mund të themi se është dhe momenti më i bukur. Domethënë, kuptoni që loja që po bëhet këtë muaj është çik e vështirë trysnuese për shenjën tuaj. Megjithatë do flasim në mënyrë analitike kur të vi momenti për muajin. Ju për çfarë do gjë keni si pyetje, doni një përgjigje, doni një sqarim, të dini se si shkon e ardhmja, atëherë shumë mirë më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 290 për të rezervuar takimin tuaj. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë thot pushim dhe është normale me marsin që keni në shenjën tuaj, se vrapohe, kap njërën e kap tjetërën, nuk dini se ku jeni, çdo gjë me vrull, çdo gjë me trysni, po që ka ardhe momenti të qetësoheni. Shikoj se ky është një proces mendor. Do të thotë që keni nevojë një herë pikë së pari për qetësi mendore. Keni lodhur shumë veten, jeni shumë të trysuar nga situata që kanë rrjedh deri më tani jetën tuaj, me sa duket dita e hënë vjen edhe më tepër trysni psikologjike, kështu që mundohuni të gjeni kohë edhe të qetësoheni. Për problemet që keni apo po dalin aktualisht në jetën tuaj, do të kuptoni që janë thjesht pjesë e një procesi, nuk keni çfarë t'i bëni, sa më kollaj, sa më lehtë ta ameni situatën, aq më mirë e keni këtë gjë. Tani përsa i përket grupimeve shoqërore, përsa i përket gjithçka që vjen si trysni nga jashtë, atëherë mundohuni thjesht të vendosni edhe ju ato limitet tuaja dhe mos të lejoni të tjerë të ndikojnë kaq shumë në psikosintezën tuaj. Pra është momenti toni stop, që ta kuptoni tamam. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë që unë do ju thosha bëni kujdes juve femrat me meshkuj që përzidit të keni jetën tuaj, duket se ky është një mashkull i cili nuk ka bazë,
nuk është larg pamës për sa i përket për sa i përket domethënë të ardhmes, është një mashkull i cili më tepër shfrytëzon, iqet sikur është diçka, por në fakt nuk është as edhe një gjë. Kështu që bëni kujdes me këtë person. Në qoftë se sidomos ka ardhur tani në jetë, po hyn tani në jetën tuaj. Juve meshkujt me sa duket do kërkoni të isheni si diçka që nuk jeni, por shumë shpejt ju çiret maska dhe dini për ato çka jeni në të vërtetë. Një pjesë. Pjesa tjetër që jeni si përmarrës, që kërkoni një bashkëpunëtor, që kërkoni një investitor e gjëra të tilla me radhë, bëni kujdes sepse afër jush vijnë persona të cilët duket sikur janë shumë dhe premtojnë shumë, por në fakt nuk janë as edhe një gjë. Janë bosh. Okej, kështu që bëni kujdes. Për sa i përket tani ditës së mërkur, pra dita e mërkur është një ditë që për ju që jeni vetëm, juve femrat që jeni vetëm, domethënë kërkoni një person të vinë në jetën tuaj, evitoni ditën e martë dhe investoni më tepër te dita e mërkur. Ky është një person i cili vjen hyrjere në jetën tuaj, new entry, është premtues, goxha, për sa i përket të ardhmes, ndaj edhe gjërat merrni me qetësi. Pra, ajo çka po kërkoni të keni, duket se po vjen. Ju që jeni meshkuj, shumë mirë mund t'i zgjidhni vetë çështjet dhe problemet që keni në jetën tuaj, vetë mund të kapni mundësinë për sukses dhe suksesi duket se arrihet. Pra, mos u mbështesni tek të tjerë ka fjalën, siç e thot dita e martë, sepse nuk janë persona konkret për atë çka paraqitet të jenë, mbështetuni më mirë të aftësitë tuaja sepse ja dini më mirë ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së ejte, dita e ejte është dita që sigurisht sytë e të tjerëve gjithë nga ju mundoni të mbroni interesat tuaja, dikush duket se ju zhvon nga pas, do të zbuloj gjithçka rreth jush. Se çfarë më kujton kjo situatë, nëse të shkojmë se si do dali, por që nëse nuk ka asgjë aty për të nxjerrë në dritë, atëherë dhe ju s'keni pse të keni frikë. Por që sido që të jetë, mbroni interesat tuaja nga personat të cilët janë dashakeqës me dëshirë, okay? Domethënë me dëshirë. Nëse ju pastaj mendoni se ka diçka që nuk shkon në jetën tuaj, me personin që keni në krah, apo me persona në përgjithësi, apo me një situatë të krijuar çuditërisht si në një mënyrë të caktuar, atëherë po keni gjithë të drejtën e Perëndis të shkoni gjërave nga pas dhe të zbuloni atë çka është për të zbuluar. Dhe do nxirrni gjëra plot në sipërfaqe, kjo është vetëm një gjë e sigurt. Ose mund të jetë situata ku dikush niset për të bërë kërkime për ju dhe e pëson se bie vetë në grackën e vet. E kuptoni çfarë do të them. Për sa i përket tani ditës së premte, atë dita e premte është ditë shumë e bukur për sa i përket dhe bashkëpunimeve, por dhe për sa i përket ndarjes së mendjes në lidhje me një person që e keni në jetën tuaj. Është ditë shumë e bukur për të vendosur ose për të ndarë ditën e martesës, të bashkëtesës në një fejese, ose dhe mund të thirreni, mund t'ju thërasin të jeni, domethënë, të ftuar në dasmën e dikujt, por kjo dasëm do të jetë shumë e veçantë për ju, sepse me sa duket keni mundësinë të takoni edhe personin e jetës tuaj. Pra, shkoni në një dasëm si të ftuar, por mund të përfundoni me personin e jetës tuaj dhe pak më vonë në kohë të jeni ju në situatën e tillë të këtij çifti. Pra, për sa i përket, ose do diskutoni rreth e qark rreth martesës tuaj, do gjeni zgjidhje atje ku normalisht mund të ketë pas edhe probleme. Bashkëpunimet e reja dhe ortakërit në përgjithësi duket se ecin shumë mirë ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ultimatumeve, do të thotë këtu merrem me ndime të rëndësishme, vazhdojmë ose nuk vazhdojmë në një marrëdhënie, ecim apo nuk ecim me një punë të caktuar, në lidhje me një çështje shëndetësore do i nështrojem një ndërhyrjeje ose jo, apo një kurrë caktuar apo jo, një çështje ligjore merr formën e prerë ditën e shtunë. Por çfarëdo lloj gjëje përfundon ditën e shtunë, përfundon një herë për gjithmonë. Dhe zakonisht ka lidhje me situata të vështira, situata problematike që nuk do përshtriten më në jetën tuaj. Pra e mbyllni këtu dhe fillon diçka e re, diçka shumë herë më e bukur, diçka shumë herë më premtuese dhe me strukturë të fortë kësaj here, jo do si do. Tani për çështje, sikur se thash, ligjore, administrative, që u lidh me shtetin, drejt për së drejti dhe autoritetet e shtetit, duket se këtu arrihet një konkluzion ashtu sikur se prisit ju, pra i favorshëm kundrejt jush. Për sa i përket një marrëdhënie, nuk mund ta përjashtojmë ndarjen, me thënë të drejtën. Por është përfundimtare, ndahet mendja. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel sjell
frikë, pasiguri, emotivitet të lartë, sjell paqëndrueshmëri emotive, me të drejtën, sjell shpenzime, sidomos për familjen, ose dikush mund t'i mashtrojë, mund t'i kërkojë t'i huazoni dhe më pas nuk do i merrni më këto para. Ju që po niseni në një udhëtim të caktuar dhe është përmes ajrit ose ujit, bëni kujdes, mund të keni probleme, pavarësisht se arrini në destinacion, juve që jeni një marrëdhënie problematike, duket se çfarëdo gjë që është mbajtur e fshehtë del në sipërfaqe, por dhe të fshehta që mund të keni në familjen tuaj, duket se dhe ato flasen njëre mirë dhe merret vesh se çfarë është çfarë. Përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme, një muaj dhe më të rëndësishëm akoma, ku sigurisht do të rysnoheni vërtet për sa i përket më tepër marrëdhënieve tuaja në çift, se a keni zgjedhur mirë apo keni zgjedhur gabim. Në fillim do të dy këta planet që i kemi në shenjën e dashit do të kalojnë në retrograd dhe sigurisht ju vën përsëri në mendime se a keni zgjedhur personin e duhur, ai në marrëdhënien e duhur, a keni bërë më të mirën për sa i përket një bashkëpunimi, e me radhë, pra vjen pak me trysni ky muaj për ju në vijat të përgjithshme. Kemi një hënë të plot në shenjën e Britsjapit në datën 10 dhe ajo sigurisht që ka trysninë e vet, por të paktën ju ndihmon të përfundoni ato çështje që nisën në datën 25 të këtij muaji, edhe ju ndani mendjen lidhje me çështjet të caktuara. Ngjason më tepër një fillimi të ri se sa një përfundimi, një mbyllje, një konkluzioni kjo hëna e plot, megjithatë të shkojmë se si do vej kur të bëjmë analizën e muajit. Ju për çfarëdo gjë keni të paqartë në jetën tuaj, për çfarëdo pyetje keni që kërkoni një farë sqarimi apo një farë përgjigjeje, shumë mund të më komunikoni, të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është një ditë që sigurisht u fola për marrëdhënie të cilat nuk po ecin, nuk po shkojnë atje ku duhet. Një martesë që po shikoni po ju zhgënjen, një lidhje që shpresoni do kishit një familje me atë person, përsëri nuk po ecin atje ku duhet. Pra duket që jemi në një disfunksionalitet, do të thënë një mosfunksionalitet të një marrëdhënie, të një familje, të një martese, dhe kjo gjë duket do jetë shumë e qartë pikërisht nesër. Do të thënë, a shikoni se ku po shkon gjëja. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë favorizon shumë financat, favorizon shumë sipërmarrjen, favorizon shumë të gjithë juve që jeni sipërmarrës të lirë, që keni investuar pak kohë më përpara, tani do shikoni frytet e punës tuaj, të investimeve tuaja. Nuk është momenti, nuk po ju thot si ditë investoni tani nuk mund të investoni më. Vetëm për këta muaj që pasojnë, mirë është të mos investoni më, çka investuat, mblidhni ato çka fituat. Shikoni se si do i përdorni prej këteje në vazhdim, por në përgjithësi si do thuash dita e martë jep një mundësi për pavarësi ekonomiko-financiare, ose të paktën ju gjen në këtë lloj faze që jeni mirë, jeni qetë, keni mend të fjetur për sa i përket financave dhe në përgjithësi aspektit material të jetës tuaj. Duket se biznesi ju ecën mirë, duket se klientela po ecën mirë, duket se statusi juaj gjithashtu po ecën mirë dhe vetëm fitime keni, domethënë sidomos për sa i përket financave, duket se do jeni shumë të kënaqur ditën e martë. Domethënë duket se janë finalizuar përpjekjet tuaja dhe prej këtij në vazhdim mund të ecni edhe më mirë akoma. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që mund të manifestoni çfarë të keni dëshirë ju. Pra kërkojnë univers atë çka zemra juaj dëshiron me vedije të plot dhe me ndjesi të plot të qartë dhe çdo gjë është ka shumë gjasa të kthehet shumë shpejt në realitet. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është që do bëni shumë kujdes me shëndetin tuaj, sidomos nëse keni pas probleme të përsëritura me shëndetin, po kthehet kjo gjë në kronike. Kështu që bëni mirë t'ja gjeni shkakun, t'ja gjeni se nga buron, ose të paktën të filloni të kujdeseni për veten tuaj. Kjo pikë së pari përsa i përket shëndetit, përsa i përket shpenzimeve, bëni kujdes financave, bëni kujdes me shpenzimet e pa menduara mirë. Me thënë ato që i bëni në mënyrë impulsive, kompulsive, si ta thuash. Ka ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj, domethënë do shikoni që dita e enjte do duket sikur është ditë kaotike, me situata që nuk është e parë që i shikoni. Janë përsëritur kushtetisë sa herë. Mundoni të ruani qetësinë, mundoni të kuptoni se duhet të mbroni interesat tuaja, leverdin tuaj, sidomos për sa i përket financave dhe sidomos për sa i përket edhe gjithçka e ka të bëjë me vlerat tuaja, parimet tuaja. Pra mos lëshoni pe ditën e enjte dhe përveç kësaj tash për çështjet e së kaluarës
familjare, ekonomiko-financiare, personë që kanë toleruar të abuzojnë me ju, situata kaotike në vija të përgjithshme, bëni durim dhe gjimani shkakun dhe zgjidhini. Dhe për çështje shëndetësore vlen po e njëjta gjë sikurse ju thash. Pra është si ditë vjen me angazhim për të zgjidhur këtë çështje. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është ditë fati. Është një ditë fati që ju sjell mundësi fitimi për fitimin nga të gjitha anët, nga të katërta pikat horizontit, le të themi kështu. Sepse s'po më vjen ndonjë fjalë tjetër. Pra, do të thotë nga gjitha drejtimet e mundshme, ju pret fat. Ju mundoni thjesht ta shfrytëzoni. Por më tepër ky fat përqendrohet tek financat. Kështu që gjë e mirë është kjo apo jo. Për sa i përket ditës së shtunë pastaj, dita e shtunë është ditë që duhet të merrni vendimet e jetës tuaj. Ktu tani s'u ndihmon dot njeri. As unë s'u ndihmoj dot, as kush nuk ju ndihmon dot, sepse këtu duhet të zgjidhni vetë. Do me thënë, këtu vërtet që do ta merrni vendimin ju, të patrazuar, të pa influencuar. Kjo ka lidhje drejt për drejt me jetën tuaj dhe me të ardhmen tuaj dhe me karmën tuaj, kështu që nuk mund t'ju orientojë njeri. Është një zgjedhje e vështirë, sigurisht, është një ndryshim shumë i madh, përcakton komplet të ardhmen tuaj sikurse ju thash, ju kthen juve ose ju jep juve mundësinë për të gjetur identitetin tuaj ose për të kthyer në identitetin tuaj, kështu që e tillë ditë është, uroj që ta shfrytëzoni siç duhet për të marrë atë çka duhet. Dhe përsa i përket ditës së diel, kuptoni që ajo çka iku, mbaroi në jetën tuaj, nuk mund të kthehet më, nuk mund të korrigjohet më dhe as nuk mund të riparohet më. Pranoni faktin që keni humbur në lidhje me një person ose me një situatë dhe prekteni vazhdim, thjesht vazhdoni përpara. Shumë ka gjasa, nuk mund ta përjashtoj që kjo letër të ketë lidhje dhe me një vdekje, jo vetëm psikologjike, do të thënë jo vetëm simbolike, por një vdekje fizike, reale, konkrete, të një personi shumë të dashur në jetën tuaj, por që nuk keni pse ndjeni keqardhje, sepse fundja vjen si çlirim, vjen si shpëtim për këtë individ. Kështu. Në vija të përgjithshme sjell ndryshim, transformim si ditë, sjell vdes në mënyrë thash simbolike për të ringjallur, pra lini pas ato çka ishte e vjetër për të gjetur ato çka është e re, në përgjithësi lini pas veten e vjetër për të zbuluar ato çka është e re tek ju. Dhe mbaron çdo gjë që duhet të mbaroj, mbyllet si kapitull për të hapur një kapitull i ri në jetën tuaj. Përshëndetje shenjë dashur, e dashur tamam. Nuk e themi dot e akrepit. Akrepi ka një dashuri shumë të veçantë që jo të gjithë e kuptojnë dot, ama lum si ata që vërtet kanë fatin ta përjetojnë dhe ta shijojnë dashurinë e akrepit, kur ajo është vërtet e sinqertë. Nejse, se mos u zgjatem kot, por që një tipar i vogël për ju. Kemi një javë të re me një muaj të ri më pas. Me një ditë sot, data 29, ju fola për datën 29, nuk e di si e keni përjetuar ju të 10 ditë që të parë, sigurisht do ketë akoma, do vazhdoj dhe për 2 ditë, besoj, por më pas tronditeni ju të 10 ditë që të fundit, kështu që çfarë të them tani? Të them me kujdes. Ju e dini shumë mirë si ju paralajmëroj dhe ju paralajmëroj që të keni mundësi të mbroni interesat tuaja, veten tuaj dhe mos ju vi çdo gjë bam bum. Po të dini pak a shumë se çfarë. Kështu që kujdes me çështje banese, karriere, martese dhe gjëra të tilla, statusi, imazhi publik, autoriteti, kujdes me këto gjëra. Nëse do dini të rezistoni apo do dini të manovroni, them se çdo gjë shkon për mirë. Çfarëdo gjë zbulohet, çfarëdo gjë merret vesh ose me çfarëdo gjë do përballeni, nuk vjen për keq, por mirë vjen. Por ju pastaj që do vuani pasojat e veprimeve tuaja, s'kam çfarë të them, vetë keni kërkuar. Këto do ja realizoj më vonë, por që për çfarëdo gjë mund të jetë duke ndodhur në jetën tuaj dhe doni një përgjigje konkrete se si shkon, çfarë rezultat do ketë. Si do sillet, atëherë shumë mirë, mund të më komunikoni, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Aty merrni përgjigjet tuaja për çfarëdo gjë ju nevojitet të dini. Përsa i përket ditës së hënë, keni frikë pra, sikurse thash, domethënë jeni në një fazë frike, pasigurie, nuk keni kaluar pak dhe
Prandaj dhe keni këtë lloj ndjesie sikur çdo hap që hidhni është një hap drejt së paditur ose pa njohurës, jeni lodhur, jeni të shfuqizuar, sidomos për sa i përket ndjenjave, për sa i përket zemrës. Domethënë nuk keni më fuqi të luftoni, por nuk është edhe momenti që të dorëzoheni. Gjithçka duhet të bëni është të pranoni situatën për atë çka është, për atë çka ishte, çfarë ndodhi dhe për atë çka duhet të ndryshojë dhe më pas të vazhdoni drejt ndryshimit. Por që dita e hënë të paktën për sa i përket lidhjeve në çift ose marrëdhënieve në përgjithësi, duke se sjellni fare pasigurie shumë të madhe, por megjithatë po ju them nuk është momenti për të dorëzuar, as për të luftuar për këtë marrëdhënie që keni, nuk është kjo ideja. Ideja është të kuptoni se çfarë duhet të bëni ju, çfarë pozicionimi duhet të mbani ju dhe ndoshta edhe mbase ka ardhur momenti që të largoheni, pse jo. Ta lini pas, ta idhi pas krave këtë gjë. Ta mbaroni këtu, përdesa nuk po jep asnjë gjë të mirë, s'keni pse e vazhdoni. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë që vazhdoni dhe punoni fort për të mbrojtur interesat tuaja, për të mbrojtur territorin tuaj, për të mbrojtur atë çka mendoni se është e juaja. Sigurisht që keni për të pasur sukses, domethënë puna e palodhur edhe vlerësohet. Në shpirt jeni të pamposhtur dhe çfarëdo gjë që i dhini në kokën tuaj mund ta realizoni. Ditën e martë mjafton të rezistoni, mjafton të mos tërhiqeni dhe t'i çoni gjërat deri në fund. Fundja ky është momenti i fundit. Dhe këtu o humbasim o fitojmë. Këtu ti pari ka dita e martë. Është lufta e fundit, betejë e fundit për të përcaktuar fitoren apo humbjen e luftës. Ju mbroni terrenin tuaj, mbroni interesat tuaja, vazhdoni luftën siç e keni nisur deri në fund dhe uroj të dilni vërtet me sukses. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita vazhdon, është pasimi i ditës së martë, vjen me sfida, vjen me vështirësi, akoma me përpjekje për të arritur ato qëllimet tuaja dhe për të mbrojtur interesat tuaja, për të qëndruar të fortë, dhe për sa i përket karrierës, dhe për sa i përket ndjenjave, dhe për sa i përket detyrimeve të përditshmërisë tuaj, dhe për sa i përket çfarëdo gjë që është një sfidë aktuale në jetën tuaj. A do ja dilni në fund të keni sukses? Po, çfarëdo gjë me cilën jeni të angazhuar, me çfarëdo gjë mund të jeni të angazhuar po dhe të trysnuar, në fund keni për tu shpërblyer aq shumë sa se keni iden. Pjesa më e madhe prej jush mund të shpërbleni pak më vonë, mund të merrni një pjesë të shpërblimit që brenda kësaj dite, ditës së mërkurë, por një pjesë e mirë e juaja edhe mund të shpërbleni më mirë akoma aty nga muaji gusht. Kështu që thjesht mos u poshtni, mos u dorëzoni, çdo gjë ka për të shkuar mirë në fund. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e ndryshimit. Shumë prej jush mund të nisen në një udhëtim të shkurtër vetëm sa për të karikuar bateritë dhe për të kthyer të rigjeneruar. Shumë prej jush mund të kërkoni një pauzë nga një marrëdhënie, nga një bashkëpunim, ose mund të kërkoni një pauzë për të ndarë mendjen se çfarë do bëni në lidhje me një propozim apo ofertë që ju është bërë, apo vazhdimsinë e një situate që jeni të përfshirë aktualisht, por që në vijë të përgjithshme le të themi që dita e enjte ju gjen në një udhëtim të shkurtër diku, ndoshta edhe për çështje pune ose thjesht për çështje kthjellimi mendor, dhe në përgjithësi bëni gati se vjen shumë ndryshime në jetën tuaj që do i përjetoni në formën e eksperiencave të reja ose thjesht të momenteve relaksuese, do me thënë të shkëputjes nga realiteti, të rigjenerimit, të rikarikimit, sikur se thash. Por kjo përsa i përket ditës së enjte, ose mund të thirreni në mundet për arsye pune, çështje pune, tash ju kërkoj dikush të udhëtoni të shkoni diku. Kjo ishte enjtja. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që u tregon se ajo çka ose gjatë ditës së premte nuk mund të arrijën qëllimet tuaja. Ju tregon shumë qartë kjo letër që nuk është momenti i dur. Ende jo, nuk është momenti për të ardhur atje ku doni ju. Përsa i përket ditës së shtunë pastaj, dita e shtunë sjell vështirësitë e veta, sepse normalisht pas ditës së premte ju thot lëre mos e vazhdo, nuk bëhet, ju me sa shikoj këtu nuk do më dëgjoni, nuk do e merrni më dëgjoni, s'është e përcaktoj unë, kjo është e përcaktuar. Pra do vazhdoni insistimin tuaj, do përpiqeni, ta zëm ju thot dikush për lëre këtë person, lëre këtë marrëdhënie, nuk ecëni, jo thuat, jo e bëj unë oska. Dhe në fund e bën. Po të thotë tjetri, po pastaj ti kupton që vërtet kupton që nuk ka kuptim. Do me thënë çfarë kuptimi ka nëse tjetri e bën të e merr këtë si vendim të sforcuar, jo se do vetë, ose dikush ju jep diçka që ju kërkoni, po e ju jep në formë të sforcuar, do të thënë në fund të fundit, në fund të ditës, do kuptoni që nuk i doni gjërat e sforcuara, dhe për gjithë sforcën që keni bërë, do thoni ishte kot. Kështu që
më mirë lëreni fare këtë muhabet, edhe pse e di që nuk do e lini, do vazhdoni kështu. Arrihet qëllimi, por nuk do merrni atë satisfaksionin që mendoni se do merrni. Përse i përket ditës së diel, gjithçka kemi nevojë në formën e ndihmës, ja ku ju vjen, nuk ka për të munguar ndihma, nuk ka për të munguar shoqëria e vërtet në jetën tuaj, mbështetja e vërtet në jetën tuaj, një person që ose kthehet në jetën tuaj, kthehet i penduar vërtet dhe duhet ta falni, domethënë e ka seriozisht që nuk do i lëndoj më dhe nuk do i bëj keq, por që në vjet të përgjithshme mund të ofroni ndihmë dhe mund të merrni ndihmë ditën e diel për të zgjidhur çështjet e situata të caktuara. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë shiko, ky muaj në përgjithësi, dhe kjo javë është pjesë e muajit, është me ato uljet edhe ngritjet e veta. Momente do jeni të do të ndiheni të favorizuar për të vazhduar përpara me planifikimet që keni, me arritjen e objektivave tuaja, nuk do ju mungojë domethënë ai stimuli i dur. Nga ana tjetër do ndjeni çik pasiv, sikur gjërat nuk ju ecin, bllokohen. Dhe kjo për shkak se afërdita do na kaloj çik në shenjën e binjakëve, Marsin e kemi në shenjën e Vizhëreshës, kështu që kemi një farë trysnie për sa i përket energjive, por Dashi është aktiv, Luani gjithashtu, kështu që për çështje dokumentash, çështje komunikimi, çështje udhëtimesh, gjitha këto duket se favorizohen. Çfarë do të gjë ka lidhje me jashtëtetit, me studime, me njohje të reja, sigurisht që keni mundësi gjatë gjithë muajit të përfitoni, të flasin sigurisht në analitike për këto gjëra. Megjithatë, ju për çfarë do gjëje keni dëshirë të dini në lidhje me jetën tuaj, marrëdhëniet tuaja, në përgjithësi probleme që mund të keni, ose thjesht si do shkojë diçka, shumë mirë mund të më komunikoni, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është një ditë që sigurisht kjo është letra juaj, jeni ju shigjetari, jeni të paduruar dhe i doni gjërat tani për tani, por kjo do ju kushtoj shumë ditën e nesërme, sepse dita e nesërme ajo çka kërkon prej jush është durim, është qetësi mendore, është kthjellim mendor, është disiplinë, kështu që ju këto gjëra nuk duket se po i keni dhe kjo gjë do ju nxjerrë probleme. Nuk jeni të balancuar siç duhet, do bëni shumë kujdes me shëndetin, duket se po abuzoni me shëndetin tuaj, duket se nuk keni një regjim ashtu sikurse duhet, por edhe përsa i përket financave do bëni kujdes sepse mund të shpenzoni pa menduar ose kujdes me punën sepse mund të mos e dorëzoni punën tuaj në momentin e dur dhe të ketë vonesa ose të ketë bllokesa nga ana juaj, ose puna që bëni të jetë shkeleshko. Kështu që bëni kujdes edhe me këtë pjesë. Përsa i përket dashurisë, pastaj ka shumë gjasa të kuptoni se një person që mbase mendonit se ishte person i dur për ju, në fakt nuk është akoma i tillë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e suksesit përsa i përket një pune që arrihet në grup, përsa i përket komunitetit në vija të përgjithshme, përsa i përket çfarë do gjë ka të bëjë me një grup njerëzish në vija të përgjithshme. Për çështje familjare është ditë shumë e bukur, për ribashkime të tipit jo me se s'bën vjen dikush nga kaluara në jetën tuaj, e kam fjalën për kemi njerëz jashtë dhe vinë me pushime, dhe kënaqemi se kemi kopa i parë. Me thënë mblidhet familja. Gëzojnë me pjesë e komuniteti, mund të merrni pjesë në një aktivitet kulturor ose shoqëror dhe varet se çfarë do dalë prej këtij aktiviteti, mund të vinë propozime, oferta, mund të takoni persona interesant që luajnë një rol të rëndësishëm, do të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj profesionale, por edhe personale, kështu që mos thoni jo, çfarë do i thesë mund t'ju bëhet ditën e martë. Përsa i përket familjes, sikurse thash, gëzojeni, lumturoheni, mblidheni dhe njerëz si një herë, dhe çfarë do them tani, ka plot surpriza dhe gjëra të bukura këtu, prej të cilave mund të përfitoni. Juve që jeni në rrjetet sociale, nuk i dihet se çfarë mund të dalë aty, çfarë fitore e keni, por dhe në dashuri ka plot njohje të reja që duket se premtojnë. Tani nuk mund ta përjashtoj mundësinë që të flitet edhe për një shtatzani këtu. Okej? Kështu pra. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që do bëni shumë kujdes sepse një person që aktualisht është në jetën tuaj ose sapo ka hyrë
në jetën tuaj, ose të thuash po tenton të vi në jetën tuaj, të bëhet pjesë jetës tuaj, mund të na rezultojë një përfitues, mund të na rezultojë një person i cili si qëllim kishte të përfitonte nga ju, të biem shkurt. T'ju përdorte për 1001 arsye, por më tepër përfitimi kishte natyrë ekonomiko-financiare, dhe kjo vlen, do ta shikoni këtë gjë edhe në lidhje me aspektin personal, por ndoshta edhe profesional, përveç si bashkëpunimi për shembull, dikush ka dashur të përfitojë më tepër nga ju se sa të investonte vetë në punën që mund të keni nisur bashkë. Kështu pra, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e fatit. Nuk kam fjalë për këtë, nuk di t'ju them më përpara për sa i përket kësaj gjëje, është dita e rastësive, është dita e momentit, kap momentin edhe ndryshon gjithë jeta, brenda një momenti. Kështu që shfrytëzojeni, sepse nuk ka emër, mund të jetë çfarë do gjë, është një mundësi, është një ofertë, është një surprizë, është çfarë do gjë qoftë, kapeni dhe bëheni tuaj, nuk do zgjasë gjatë, kështu që mundoni të përfitoni. Në fillim mase nuk do duket ndonjë gjë kushtet se çfarë, por do shikoni që një moment i vogël mund të ndryshojë jetën. Tani, për sa i përket ditës së premte, dita e premte është përsëri ditë që favorizon komunitetin, daljet, aktivizimi për rrethe sociale, në për rrethe kulturore, në për puna në grup ju ecën shumë mirë, ju që punoni në zyrë duhet të keni një arritje shumë të mirë, mund të ngrieni detyrë, mund të përfitoni letrat, juve që kërkoni të përfitoni letrat. Dhe po, pse jo, mund të dhe një ditë fejese, propozimi për fejes, ose për diçka më të madhe se kaq. Ju që jeni në botën e artit, ju që jeni artista, pra jeni në botën e spektaklit, të sportit e merat, duket se gëzoheni vërtet nga një bashkëpunim i rëndësishëm, ose nga një punë e cila duket se arrin të ngrej pesh shumë njerëz dhe ju bën shumë krenar për këtë gjë. Tani, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e lajmeve shumë të rëndësishme. Keni kohë që po i prisni këto lajme, mund të jetë ditë për të nënshkruar kontrata të rëndësishme, le të jetë e shtunë, s'na prish punë, ose thjesht është ditë sqarimesh në përgjithësi. Ama le të themi që për gjëra që i keni pritur dhe që kanë lidhje me mesazhe, me komunikimin, me shkresa të rëndësishme, duket se ja ku i keni. Thjesht mungon të merrni ju vendimin, të jeni filmin edhe kaq të zgjidhet kjo gjë. Përsa i përket ditës së diel, shfrytëzoni rastin për të kaluar kohë me fëmijët tuaj dhe për t'i shijuar ata. Fundja dhe mund të kaloni situata që do kujtojnë fëmirin tuaj, ose mund të doni ta kaloni shkujdesur ditën e diel, të kujtoni dhe njerëzisht nga adoleshencën tuaj, në rinin tuaj, të kujtoni dhe të kuptoni se sa keni ndryshuar, të diskutoni rreth një çështje prindërimi ose të zgjidhni një çështje prindërimi, kështu që kjo është dita e diel. Karakterizohet nga fati gjithashtu dhe për situata që mund të vijnë riskioze në jetën tuaj, duket se keni mbrojtje nga fati dhe nuk ju gjen asnjë gjë. Përshëndetje, përshëndetje Shenjë Briciapi, dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila ka rëndësinë e vet, një muaj i cili ka rëndësinë edhe më të madhe për ju. Fundjavë vjen me një hënë të plot në shenjën tuaj që ju ndihmon të mbyllni ato çështje që nisën që në datën 25 të këtij muaji, në lidhje me bashkëpunime, në lidhje me kontrata të rëndësishme, në lidhje me armiqësi që u krijuan, në lidhje me marrëdhëniet tuaja në çift dhe marrëdhënie të vija të përgjithshme, një bashkëtesë, pse jo. Kështu që është shumë i rëndësishëm përsa i përket peshës së vet në jetën tuaj. Shumë për jush do të keni mundësi të stabilizoni gjëra në jetën tuaj, sado mund të duket kjo e çuditshme që po e them, do keni mundësi gjithashtu të rishqyrtoni situata, të rishikoni edhe një herë, të merrni pastaj vendime të rëndësishme, sidomos nëse keni pas situata në familje, në shtëpi, për një çështje prone, një çështje banese, nëse u lit puna me çështje të tilla. Pra është muaj interesant, sido që të jetë, do shikojmë se çfarë bëhet, çfarë ndodh kur të flasim gjëre gjatë për muajin. Ju tani për çfarë do gjëje keni dëshirë të dini në lidhje me aktualitetin tuaj, shumë mirë, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe të merrni përgjigjet tuaja. Për sa i përket duke
gjithmonë duke rezervuar takimin tuaj në privat. Tani përsa i përket ditës së hënë, këtu çfarëdo gjë që mund të duket sikur është një risk i madh, çfarëdo gjë mund të duket sikur vjen si një rrezik i madh në jetën tuaj. Për çfarëdo gjë jeni duke investuar, përpjekur për të arritur, çfarëdo gjë është një ka atë ndjesinë ose formën e një rreziku, të një risku, nuk ju del për keq. Pra çfarëdo gjëje vjen në jetën tuaj në mënyrë të tillë ditën e hënë, vjen, por nuk ju gjen. Do me thënë, tani nuk do të më trombeni, mbani mend çfarë po ju them, nuk ju gjen. Që nga një humbje ekonomiko-financiare që mund të quaj faliment që nuk ndodh, ama nuk ndodh përqime, që nga një aksident që evitohet përsëri qime, sikurse po them, për një ndarje që nuk ndodh, për një çfarëdo gjë qoftë që duket se është rrezik shumë i madh, por nuk ju gjen. Pra shpëtoni ditën e nesërme nga një rrezik shumë i madh, kështu, për pak, për kot, por që shpëtoni dhe reflektoni, sepse është diçka që ju mëson, ju jep një mësim. Me sa duket të vi për të gjithë ju që diçka po e bëni gabim. Keni nevojë për një shkundje të mirë që të vini në vete. Atëherë, për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që kuptoni se gjithë frika, pasiguria që kishit në veten tuaj, për jetën në vija të përgjithshme, për të ardhmen, ishte thjesht në kokën tuaj. Dhe duke qenë se ishte në kokën tuaj, vetë keni dhe mundësinë që ta kishit mundësinë që ta ç'bënit këtë gjë, dhe këtë po bëni. Do me thënë, dita e martë ju gjen të çbllokkuar, ju gjen të çliruar, ju gjen me sy të hapur, duke kuptuar se sa kot kishit vrarë mendjen dhe sa kot ishit rysnuar për gjëra që thjesht ishin në kokën tuaj, ishin në imagjinata juaj dhe nuk kishin fare lidhje me realitetin. Kështu që kuptoni se truri ndonjëherë të bën hatan. Por, si do që tjetë, për gjërat të tilla problematike, trysnuese, që kanë të bëjnë me psikologjinë tuaj, që kanë të bëjnë me situata të bllokuara, që ishin të bllokuara në mendjen tuaj, si do që tjetë, duket se ju çliroheni dhe shpëtoni ditën e martë, ku edhe gjenden zgjidhje ose e shikoni që ka zgjidhje, bindeni ju që ka zgjidhje. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë që duhet t'i besoni shumë intuitës tuaj, çfarëdo gjë ju vjen në formën e kujdes, bëni kujdes. Pse? Sepse do kuptoni që kishte një arsye pse e kishte këtë lloj ndjesie dhe do dali shumë shpejt në kohë, do dali e vërtet kjo intuita juaj, sikurse po them, ky perceptimi juaj se diçka ishte që nuk shkonte në lidhje me një situatë. Kështu që përsa i përket ditës së mërkurë, dëgjoni intuitën tuaj, ju shpëton nga situata të cilat vinë më vonë dhe janë rrezik për ju. Kështu që nëse ditën e mërkurë ndjeni se diçka nuk duhet ta bëni, nuk duhet të merrni një farë iniciative, nuk duhet ta bëni një bisedë, nuk duhet të drejtoheni një farë personi, ose duhet të evitoni një situatë, atëherë ashtu bëni, sepse nëse jo, pasojat do të ndihen më vonë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë shumë e bukur në përgjithësi, si të thuash, intensifikon dhe më tepër mesazhin që merrni ditën e martë, pra që çdo vështirësi që ishte në jetën tuaj kalon, çdo problem që kishit arrin të rikuperohet. Do me thënë, është një ditë që tregon flek për rikuperim të marrëdhënieve, të situatave, të gjitha gjërave që shkuan keq, por që stabilizohen tani, të shëndetit, të financave, të çfarëdo gjë u prish, por që ka mundësinë të zgjidhet dhe të zgjidhet më së miri. Këtu është ditë që dashuria lulëzon dhe premton për shumë dhe mban premtimin. Është një ditë lumturie, është një ditë vërtetësi, është një ditë çfarë t'ju them, është një ditë që do kuptoni se ajo çka po vjen prej këtej në vazhdim jetën tuaj është e vërtetë, do qëndrojë dhe do ju bëj shumë të lumtur. Dhe çfarë ishte, korrigjohet, që nuk shkoi mirë njëkohësisht. Për çfarëdo gjë që ishte keq në jetën tuaj, kudo që patët probleme. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që favorizon udhëtimet e largëta për gjithë juve që doni të udhëtoni larg, ose që favorizon shumë bashkëpunimet me jashtëtetit, ose zgjerim të një kompanie, të një sipërmarrje, të një aktiviteti diku jashtë, ose gjetjen e fundeve, ose të financuesve prej jashtë, ose të një dashurie që u lidh me jashtëtetit. Pra çfarëdo gjë ka lidhje me jashtëtetit, ditën e premte duket se shkon shumë mirë për ju. Përsa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë që bëni kujdes, jo shumë
jo shumë fjalë me të gjithë, kujdes me llafologjin, kujdes me nuk tregojmë sekrete për veten tonë, mbrojmë interesat tona, nuk jemi dashamirës me të gjithë, se jo të gjithë janë dashamirës me ne. Kujdes me personat të rinj që vinë jetën tuaj, se nuk e dini se kush janë edhe ose që kanë hyrë jetën tuaj se nuk e dini akoma se kush janë dhe mund të përfitojnë nga ju, nga dashamirësia juaj dhe nga pastërtia juaj. Kështu që në vjet të përgjithshme kujdes vulnerabilitetin, pastërtinë e madhe, sinqeritetin ekstrem, mund t'ju marrin, mund të kthejnë në viktima. Kështu që bëni kujdes. Dhe për personat që sapo kanë hyrë në jetën tuaj, bëni kujdes sepse dhe bëni kujdes domos shëndetin tuaj për sa i përket sëmundjeve afrodiziake. Çfarë janë? Gjeni, googlojeni dhe kuptojeni çfarë janë. Po që kujdes sepse do e merrni vetë shumë e qafë. Atëre, për sa i përket ditës së diel, dita e diel, po, është dita e tradhtisë. Tash kujdes ditën e shtunë se kë vini në jetën tuaj, kë fusin në krevatin tuaj, kë kujt i besoni. Pse? Sepse tradhtia vjen shumë shpejt. Po që në përgjithësi dita e diel ka këtë lloj natyre të tradhtisë, të daljes nga fjala, të goditjeve pas shpine, të manipulimeve, të gënjeshtërës. Kështu që bëni shumë kujdes. Përshëndetje, përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që akoma s'ka dalë, do të se ka dalë shpirti akoma për të nisur e reja. Një javë që nuk e di si keni përjetuar ditën e sotme ju të 10 ditësh të parë. Nuk e di se si e përjetuat, nuk e di se si e kaluat, nuk e çfarë erdhi si ndryshim në jetën tuaj apo çfarë u desh të vendosni për lidhje me të ardhmen tuaj. Por vjen një goditje edhe më e madhe akoma aty në datën 4 korrik. Kështu që duke qenë se është edhe Urani i përfshirë, pavarësisht nga shenja e Demit, bëni çik kujdes. Merrni gjërat lau shtruar, me çik tohtësi siç ju karakterizon tohtësia, fundja mos harroni që ju i keni parashikuar, i keni para prir gjërave. Kështu që nuk besoj se do ju bëj si befasi, shumë pak raste, në shumë pak raste mund të befasoheni ju. Nëse në vjet të përgjithshme ky është një muaj i cili do sjellë dhe mundësi, po dhe do trysnoj. Merkuri është në shenjën e Luanit dhe do të kalojë retrograd së shpejti. Kështu që çfarëdo gjë keni për ta bërë bëni deri nga mezi i muajit, se pastaj vështirësohen gjërat. Sidomos për sa i përket bisedave që doni të bëni në çift, kontratave të rëndësishme që doni të nënshkruani, bashkëpunimeve që doni të qartësoni se si vjen, marrëveshje që doni të bëni, çështje ligjore ndoshta që i keni pa vënë në vijë akoma, bëjeni deri nga mezi i muajit. Pastaj gjërat fillojnë të vështirësohen. Ka dhe momente shumë të bukura, ka dhe surpriza shumë të bukura muaj. Megjithatë do flasim për muajin kur të vi momenti. Tani për çfarëdo gjë ju doni të dini në lidhje me jetën tuaj personale, me çfarëdo gjë po ndodh në jetën tuaj, ose keni të paqartë se çfarë sjellë ardhmja për ju, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 290 për të marrë parashikimin tuaj personal, për të rezervuar pra takimin në privat. Atëherë, për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë është lartpamëse, është të vendosë çfarë do bëj me të ardhmen time, por jo me trysni, jo me arrogancë, jo me impulsivitet, me qetësi. E para njëherë duhet të kesh entuziazmin e dur. E dyta duhet të shikosh gjërat me lartpamësi, sikurse thash. E treta duhet të kesh besim se për çfarë ardhmja po sjell dhe jo ti marrësh gjërat me dyshim. Por ajo çka unë po shikoj është që ju jeni të dyzuar midis dy realiteteve. Dhe akoma nuk e keni ndarë mendjen se në cilin realitet juve do të pozicionoheni. Është momenti që duhet të ndani mendjen, po vonoj se çfarë ti bësh njerëzve që s'mbushin jashtë. Nëse, siç po thosha, domethënë duhet të ndani mendjen midis dy alternativave që keni, si për shembull do shndroj në këtë vend pune apo do e lë do nis diçka tjetër. Kam dy oferta. Do jem këtu ku jam, në këtë shtet që jam, apo diku tjetër, për një arsye apo për një tjetër. Do jem me këtë person apo me një person tjetër. Pra, nuk e keni ndarë akoma mendjen se ku jeni, por që sido që të jetë, do ju duhet të merrni vendime shumë shpejt. Kështu që çfarë do të them? Tash mos e bëni impulsive, por që doni me sa duket impulsive ka për të ardhur kjo gjë. Nëse nuk e di se t'ia bëni, është momenti për ndryshim. Thjesht jeni në dilemë se çfarë do zgjidhni. Zgjidhni atë që është më mira për ju. Pa dyshime. Dëgjoni zemrën. Edhe arsyen. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita mua kjo letër më pëlqen, nuk më intereson çfarë thon pjesa më e madhe për këtë letër, kjo është vedia e plot, kjo është të mësosh se kush je më në fund. Kjo është të kesh ecur në errësirë dhe më në fund të kesh gjetur dritën. Kjo tregon se në këtë moment aktual që jeni jetën tuaj, e para keni mundësi të rimëkëmbeni ekonomiko, financiarisht, e dyta është momenti që kuptoni se kush jeni në të vërtetë, se keni kaluar domethënë fazën e hermetizmit,
dhe tani e dini se kush jeni dhe ku qëndroni, është momenti që filloni përsëri të jeni social, përqafoni përsëri jetën, jeni më social, merrni më shumë pjesë në aktivitete sociale, shoqërore, jeni më të hapur ndaj njohjeve të reja, vini individ të rëndësishëm dhe premtues në jetën tuaj dhe në përgjithësi, po jeni gati për eksperienca të reja. Për sa i përket çështjeve të punës, domethënë çështje që u lidhin me punën tuaj, atëherë ka shumë mundësi që t'ju vi një propozim i cili ju çon në një vend pune ku do të ndjeni me të vërtet të çlirë, do të ndjeni me të vërtet mirë, do të ndjeni të patrysnuar. Dhe për sa i përket mendimeve që tham i përkojnë dhe ditës së hënë, se ku do të pozicionoheni këtu apo jashtë shtetit, ka shumë gjasa që shumë prej jush të zgjidhni jashtë shtetit dhe jo brenda shtetit. Por kjo do vijë pasi keni bësuar një zgënjim këtu një herë. Si fillim. Atëherë, për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur, po, sigurisht është dita që të hapni zemrën, sikur se tham ka filluar këtë situatë. Për një periudhë pak a shumë një vjeçare, keni qenë shumë të mbyllur, shumë të ftohtë, pa besim fare as në marrëdhëniet në çift, as në persona në vija të përgjithshme, doni vetëm të rini të vetëm, nuk doni të tinit, jetë sociale zero, vetëm punë, rutinë. Tani është momenti që ndryshon kjo gjë, tash fillon që ditën e martë dhe ashtu pason edhe ditën e Mërkur. Po dita e Mërkur është dhe më e rëndësishme akoma, sepse jeni edhe më shumë të vendosur që të ndryshoni jetën tuaj, të jeni më të hapur me të tjerët, të jeni më të hapur ndaj vetes tuaj për të hapni zemrën dhe të lejoni individ caktuar të vinë në jetën tuaj. Dhe kjo gjë do ndodhi dhe sigurisht do shpërbleheni, as ja vëni diskutim, mos harrojmë që tham Merkuri është në shenjën e Luanit, sido që të jetë ndihmon të kemi gjëra të bukura. Pastaj dhe Urani do kaloj në shenjën e në shenjën e binjakëve, kështu që do sjellë, s'ka mundësi, do sjellë diçka siç duhet. Ju favorizon më shumë fundja nga ky pozicionim i ri. Kjo ishte dhe Mërkura, përsa i përket ditës së Enjte, dita enjte, ajte gëzohemi, ajte argëtohemi, nuk e di se ku, në çfarë aktiviteti do të jeni pjesë, kulturor, social, artistik, jeta juaj do jetë plot, ose kuptoni që prej këtej në vazhdim shpaloset para jush një jetë e re, me mundësi të reja, me realizime të reja. Është një arritje shumë e madhe kjo që vjen ditën e enjtes, domos për sa i përket aspektit social, për sa i përket punës, karrierës, por edhe për sa i përket jetës personale, pse jo, edhe shumë mirë mund të vendoset për nuk e di, një fejes ose një bashkëtesë përmes një grupi të caktuar njerëzish mund të takoni personin e jetës tuaj, mund t'ju bëhet një propozim i cili është, nuk e di, domethënë pak për jeni artista ose jeni në botën e sportit, të artit, të spektaklit, pritet diçka shumë e madhe, shumë e rëndësishme. Pra vjen lulëzoni, le ta themi kaq thjesht. Nga enjtja e tutje duket se jeta juaj merr tjetër lloj kthese. Është lulëzim, është arritje, është zhvillim, është sukses, është lumturi. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ju që jeni sipërmarrës duket se po e thni shumë mirë me punët tuaja dhe jeni të kënaqur me arritjet tuaja deri më tani, ju që keni nevojë për investitor duket se këta vinë dhe përfitoni goxha prej tyre, fundja vinë dashamirës kundrejt jush. Për një kredi në qoftë se keni aplikuar, dikush do ju ndihmojë ta siguroni atë, edhe pse nuk janë pro kredive për momentin, mirë do ishte të gjeni të cash diku dhe të mund t'i shlyeni më vonë, por në përgjithësi duket se financimi nuk ka për t'ju ndihmuar, mbështetja ekonomiko-financiare nuk ka për t'ju ndihmuar dhe në përgjithësi personat që mbajnë një pozitë të caktuar të rëndësishme duket se ju ndihmojnë të bëni diferencën në jetën tuaj duke arritur objektiva, qëllime dhe ëndra të caktuara. Për që jeni femra, po sigurisht keni mundësi të takoni një mashkull të tillë ose një mashkull i tillë është në jetën tuaj. Ju mbështet në çfarëdo lloj plani, ideje që keni, arritje që doni të arrini dhe edhe ekonomiko-financiarisht, por mos prisni më shumë se kaq, do ta them me këtë gjë. Përsa i përket ditës së hënë martë, më kurrë të ditës së shtunë tani këtu, çfarë do them, çështje familjare, çështje fame, çështje pune, biznesi, dashurie, fëmijësh, të gjitha këto me radhë, duket se kjo është
lumturia e jetës. Pra dita ashtu është lumturia e jetës për ju. Diçka shumë e madhe dhe shumë e bukur vjen në jetën tuaj. Prej këtej në vazhdim mua thash, por për sa i përket ditës së diel, lutem shumë mos lejoni frikën, pasigurinë, ato motivet tuaja të errta, ato tendencat tuaja të këqija, ato veset e këqija që keni t'ju kthehen dhe t'ju bën problem. Pra në qoftë se me jetën tuaj po vazhdoni përpara, po ecni mirë, mos lejoni jetës së kaluarës t'ju bën pengesë. Ju lutem shumë, janë thjesht hije. Mundoni ta kuptoni këtë gjë dhe ti lini atje ku e kanë vendin. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë e bukur, e rëndësishme, me një muaj dhe më të rëndësishëm akoma, me shumë lëvizje planetare dhe në shenjën e Virgjëreshës, po dhe në shenjën e Binjakëve, por dhe në shenjën e Luanit që për ju është një shenjë shumë e bukur dhe shumë favorizuese për sa i përket jetës në vija të përgjithshme, si përmarrjes, fëmijëve, artit, sportit, aktiviteteve dhe organizimit të eventeve, me thash, spektaklet të gjitha këtyre gjërave me radhë, pra shijoni jetën. Kemi momente shumë të bukura brenda këtij muaji, me thënë të drejtën, ka dhe momente trysnuese. Tham që Marsi është shenjë e Virgjëreshës, ju trysnon për sa i përket marrëdhënieve në çift, bashkëpunimeve, një bashkëtesë që mund të keni nisur, një çështje ligjore ose notariale që po merr atë drejtim që doni ju. Do kaloj dhe Urani në shenjën e Binjakëve që mbase ndoshta edhe mund të sjellë një trysni paksa më të madhe për ju, sidomos në çështje që kanë lidhje me banesën, me karrierën, me familjen, me gjëra të tilla, por që në përgjithësi, ka dhe momente të bukura prej të cilave mund të përfitoni. Do flasim për muajin në mënyrë të veçantë. Ju për pyetje që keni dhe doni të merrni përgjigje për çfarëdo gjë po ndodh apo s'po ndodh në jetën tuaj, shumë mirë mund të më kontaktoni duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 620 2290 për të rezervuar takimin tuaj dhe për të marrë çdo përgjigje për të cilën keni nevojë. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë, tani kjo është një letër që ka të bëjë sidomos me ju femrat. Do të thotë që keni një kapacitet shumë të lartë, keni një intuit shumë të fortë, por nuk dini ta përdorni. Tani këtu kjo është letra e personit të tretë në një marrëdhënie në çift, që do të thotë ose ju po bëni këtë gabim dhe po ndërhyni dashje pa dashje në jetën martesore apo thjesht në një çift, në jetën e një çifti, pa e ditur ndoshta, nuk po them se e dini me të vërtetë dhe është momenti për të korrigjuar, është momenti për të kuptuar se ju nuk mund të jeni personi i tretë dhe nuk e meritoni këtë gjë. Ose një person i tretë po mundohet të të bëhet pjesë e marrëdhënieve tuaja në çift. Në përgjithësi bëni kujdes nga individë liçar, nga individë të cilët nuk e duan të mirën tuaj, nga individë të cilët ju mbushin me vibe, domethënë me energji negative dhe po ka gjasa që në jetën tuaj aktualisht të ketë persona të tillë dhe janë femra, nuk janë meshkuj. Dhe ka dhe shumë gjasa të keni dhe shumë afër, shoqë të ngushta, që i mendoni të ngushta, po që rivale, në ambientin e punës mund të keni në familje, nuk përjashtohet gjithashtu, por që në përgjithësi do të thosha përsa i përket ditës së hënë, bëni kujdes me pozicionin tuaj, mos e dëmtoni imazhin tuaj, ju nuk jeni persona të tillë, mbroni marrëdhëniet tuaja dhe interesat tuaja, nuk investojmë ditën e hënë, bëjmë shumë kujdes me financat, nuk kërkojmë borxhe, nuk japim borxh dhe nuk aplikojmë për kredi. Përsa i përket këtyre çështjeve e kemi të vështirë të ecim përpara. Përsa i përket zhvillimit emotiv, përsa i përket intuitës, përsa i përket okultit, përsa i përket çfarëdo gjë që ka të bëjë me okultin, me psikologjinë, me gjëra të tilla, nëse keni nevojë për ndihmë psikologjike, mbështetje psikologjike ose terapi psikologjike, ose nëse keni nevojë të kontaktoni një individ që është si puna ime, për të gjetur zgjidhje, dhe ka shumë gjasa të ndodhi kjo gjë, ose thjesht i ktheheni okultit sikurse thash, atëherë ja ku është edhe dita. Tani për të gjithë juve që keni probleme me shëndetin, zgjidhja nuk është te mjekësia moderne, është mjekësia tradicionale. Më dëgjoni me kujdes përsa kësaj gjëja është seriozisht kështu si po e them. Dhe shumë prej jush mund të kuptoni se keni pikërisht aftësi ndryshe, aftësi shumë të zhvilluara, të cilat mbase në një moment tjetër më vonë mund t'i përdorni edhe si profesionin tuaj në një të ardhmen shumë të afërt. Dita e hënë ka për t'ju lidhur ose për t'ju sjellë ballë për ballë me një person të tillë, ekstra intuitiv, që ka për t'ju mësuar shumë gjëra dhe për veten tuaj, po dhe në përgjithësi se si funksionojnë shumë gjëra. Atëherë, për sa i përket ditës së martë,
Dita e martë është dita që bëni kujdes tradhtin, bëni kujdes goditjet pas shpinës, bëni kujdes fjalët që vrasin. Bëni kujdes një fjalë ta thoni gabim mund të kthehet kundër jush. Bëni kujdes se si komunikoni, dëgjoni me kujdes se çfarë të tjerë t'ju thonë. Mund të ketë shumë keq informim dhe shumë se thua keq informim me dashje që ju të gaboni, domethënë e përcillni informacionin gabim duke menduar se informacioni është i saktë. Dhe vjeni ju the pastaj në telashe, kështu që bëni kujdes gënjeshtat, mashtrimet, manipulimet, bëni kujdes manipulimin që vetë ju ja punoni vetes tuaj, domethënë e keni parasysh ndonjëra të zërin e brendshëm që nuk ti thot gjërat siç duhet. Dhe duke qenë se kjo është një letër që ka më tepër përballë procesin mendor, psikologjik, atëherë bëni kujdes me çfarëdo gjë mendoni, si e perceptoni, mund ta shprehni gabim dhe bëni të kujdes se si të tjerët vinë dhe jo komunikojnë ato që ju komunikojnë dhe sa të vërteta janë. Pra, doppio checkoni, kujdes, qëndroni larg situatave riskioze, mos e vini vete në risk dhe edhe një herë po përsëris kujdes se çfarë nxjini nga goja. Kujdes dhe persona që duket se ju vën në provë me ato çka thon dhe blejnë nga ju, por edhe duket se kanë shumë kohë që po ju vëzhgojnë dhe presin që ju ta bëni gabimin. Edhe pse po ju shtyjnë dhe vetë në gabim, po mundojnë si që ju të gaboni. Përsa i përket ditës së marr, ditën e mërkur, këtu nuk e keni ndarë as ju mendje në lidhje me një person që kërkoni të vini jetën tuaj, por as personi tjetër nuk e ka ndarë mendje në lidhje me ju. Pra akoma nuk dihet se çfarë realisht bëhet në lidhje me një marrëdhënie të jetës tuaj. Nga ana tjetër, kjo ka edhe një kuptim komplet tjetër gjë për të gjithë juve që jeni midis. Dhe nuk e dini se ku qëndroni. Ta themi dhe këtë. Pa nuk e keni të qartë akoma se çfarë natyre keni, maskullore apo femërore. Jeni akoma duke luftuar me këtë pjesën tuaj, por them se shumë shpejt keni për ta kuptuar. Domethënë, pikë së pari bëni paqe me veten një herë. Dhe pastaj vendosni si do doni ju, por akoma mendja nuk e keni ndarë dhe për sa ku nuk e keni ndarë mendja dhe jeni të pasigurt se ku anoni, mirë është të mos merrni vendime të rëndësishme. Dhe në qoftë se shikoni që dikë po e tërhiqni kundër vetes tuaj keq, atëherë jeni të sinqertë me personin tjetër sepse është gjuna të lëndoni individ caktuar. Nëse dikush tani me atë letrën e ditës së martë po dyshon për natyrën tuaj të vërtet, por që ju nuk doni, akoma s'jeni gati që ta bëni të qartë këtë gjë të dukshme, atëherë bëni kujdes sepse ju zhvon keq nga pas edhe mundet t'u nxjerrë sekretin. Kështu që me kujdes, ndaj po ju them me kujdes që ditën e hënë deri ditën e mërkur me gjëra që duhet të mbeten sekret ose që keni shumë personale tuajat në përgjithësi dhe mos u ekspozoni. Mundoni të mos u ekspozoni. E mërkura kjo, e lexime të tilla, atëherë përsa i përket edhe martë mërkur e enjte, dita e enjte merrni këshilla nga persona që vërtet mund t'ju këshillojnë, e kanë eksperiencën e dur, mësoni nga eksperiencat e të tjerëve, por në qoftë se nga ana tjetër vini re se individët caktuar që kanë eksperiencë më të madhe se ju vënë loj, ose mundohen që t'ju ulin, sepse ata dinë më shumë dhe ju dini më pak, atëherë nuk keni pse ta toleroni këtë sjellje. Por, nëse keni nevojë për këshill, atëherë po ekzistojnë persona që mund t'ju mbështesin dhe do ju mbështesin ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ndryshon gjithë fati juaj. Peshit jeni vetë, peshit keni dhe këtu. Çfarëdo gjë që keni kaluar, çfarëdo peripecie që keni kaluar, ka një arsye pse ka ndodhur në jetën tuaj. Merreni këtë letër si vdekja simbolike, domethënë vdisni por ringjalleni në një tjetër, në një realitet tjetër, me mundësi shumë më të mira, shumë më të mëdha. Pra, drejtimi i jetës tuaj po ndryshon 100% dhe gjithçka po ndryshon bashkë me drejtimin që do të merrni prej këtë tutje. Kjo ka lidhje me karrierën tuaj, ka lidhje edhe me jetën tuaj personale, ka lidhje edhe me jetën tuaj në çift, ka lidhje edhe me financat. Përsa i përket financave, favorizon jashtëmasë sepse një marrëveshje që mund të bëni brenda kësaj dite ose një investim që mund keni bërë kohë më parë, duket se sjell fitime shumë të mira, shumë të mëdha dhe stabilizoheni. Pra është dhe letër fati që ka të bëjë me financat, të cilat me sa duket ecin shumë mirë prej këteje në vazhdim. Pra e hënë e martë në kurejt e premte ta. Përsa i përket të shtunës, shtuna sjell stabilitet ekonomiko-financiar dhe shoqërohet me ditën e premte, shkojnë dorë për dore, keni dhe shumë lajme të mira për të marrë ju që jeni në një marrëdhënie në çift, ku kjo marrëdhënia juaj mund të finalizohet në një fejes, martesë, bashkëtesë përmes një propozimi që ju bëhet, por është një ditë shumë e bukur, sepse mund të merrni vesh jeni do bëni nëna, jeni shtatzan apo jo. Dhe enjta që vlen edhe për meshkujt, sepse
bëni prindër përmes kësaj femre, por për ju meshkujt ka të bëjë dhe me stabilitet ekonomiko-financiar dhe mirëqenia përmirësohet në përgjithësi. Është letra e bollëkut e mirëqenies së prosperitetit, dita e shtunë. Për sa i përket ditës së diel, diçka e re vjen në jetën tuaj, pra nuk është çudi që ditën e shtunë vjen një fëmijë në jetë, ose merrni lajmin që do bëheni prindër dhe kjo gjë pason edhe ditën e diel. Megjithatë, nuk mund të përjashtoj mundësinë që ditën e diel shumë prej jush të bëjnë një shpërngulje nga një banesë në një banesë tjetër, nga një vend pune në një vend pune tjetër ndoshta, bëj gati për të hënën, ose nga një shtet në një shtet tjetër. Po fillon një gjë e re në jetën tuaj. Kapni mundësinë, kapni ofertën, kapni momentin dhe çdo gjë nis nga e para dhe nis shumë bukur. Ky ndryshim që vjen në jetën tuaj është fenomenal. Shijojeni.